Pikërisht tani, ndërsa ju shikoni këtë material, 12.000 satelit artificial orbitojnë rreth Tokës duke mbledhur të dhëna nga thellësia e hapësirës kozmike. Teleskop gjigant në shkretëtirë sikur Atacama në Kili dhe radioteleskop masiv në Puerto Rico dëgjojnë në heshtje absolute çdo fshes elektromagnetike që vjen nga yjet e largët. Por, çfarë ndodh kur këto instrumente kapin diçka që shkenca nuk mund ta shpjegojë? Çfarë ndodh kur një kompjuter i programuar të njoh vetëm modele të njohura, papritur ndalon dhe lëshon alarm? Në vitet e fundit, shkencëtarët kanë kapur 5 sinjale të tilla të çuditshme, saqë kanë detyruar 150 fizikantë të njohur të bashkëpunojnë vetëm për t'i analizuar ato. Asnjë nuk ka gjetur përgjigje definitive. Asnjë nuk guxon të jap një përfundim të qartë. Unë e kuptoj se për çfarë po mendoni tani. Keni dëgjuar tashmë të gjitha teoritë e konspiracionit mbi sinjalet jashtëtoksore dhe telekomunikimin me qytetërime të huaja. Në shumicën ndërmuese të rasteve, kjo është marrëzi absolute. Njerëzit përpiqen të përdorin fizikën për të justifikuar çdo fantazi që u vjen në mendje, nga UFO-t deri tek mesazhet e koduara nga paralajmërimet nga e ardhmja. Shkencëtarët janë plotësisht të drejtë që injorohen nga këto teori, sepse fizika dhe astronomia shtrembrohen dhe thjeshtëzohen shumë për të mbështetur ide që nuk kanë asgjë të përbashkët me shkencën autentike. Por, çfarë ndodh nëse pas këtyre fakteve qëndron diçka më shumë? Çfarë ndodh nëse këto 5 sinjale misteriozë nuk janë fantazi pseudoshkencore, por probleme reale që shkenca po përpiqet të zgjidhë prej disa 10 vjeçarësh pa asnjë sukses? Le të fillojmë nga një natë e zakonshme verore në vitin 1976. Një radioteleskop gjigant në Universitetin e Ohio's, i quajtur Big Ear, skanonte qiellin automatikisht duke kërkuar sinjale të pazakonta. Kjo ishte pjesë e projektit SETI, kërkimi për inteligjencë jashtëtoksore, një përpjekje serioze shkencore për të dëgjuar nëse dikush aty lart po përpiqet të komunikojë. Në atë kohë, askush nuk priste asgjë dramatike. Ishte thjesht një mbledhje rutine të dhënave që do të analizoheshin më vonë. Ishte Gary Elman, një vullnetar në ekipin e projektit, ai që shikoi të dhënat e printuara disa ditë më vonë. Ajo që pa, e bëri të ngrinte lapsin e kuq dhe të shkruante në buzë të letrës një fjalë të vetme që do të bëhej legjenduese. Wow! Sinjali kishte zgjatur për 72 sekonda. Ai erdhi nga drejtimi i udhësisë Sagittarius. Frekuenca ishte 1420 MHz, saktësisht banda ku atomet e hidrogjenit në univers lëshojnë rrezatim. Kjo nuk ishte aksidentale. Shkencëtarët prej kohësh kishin spekuluar se nëse një qytetërim i avancuar do të dëshironte të komunikonte, ai do të zgjidhte pikërisht këtë frekuencë, sepse hidrogjeni është elementi më i zakonshëm në univers. Çdo qenie inteligjente që studion kimistrin do ta dinte këtë. Intensiteti i sinjalit ishte 30 herë më i fortë se zhurmën kozmike të sfondit. Diçka e kishte lëshuar atë, diçka e fuqishme, diçka që nuk mund të spjegohej me fenomene natyrale të njohura. Por kjo ishte vetëm fillimi i misterit. Ekipet e mëpasshme përpiqën të kalonin teleskopët në të njëjtën drejtim qindra herë në vitet e ardhshme. Asnjëherë nuk dëgjuan asgjë të ngjashme. Sinjali wow nuk u përsërit kurrë. Disa shkencëtar argumentuan se ishte interferenca nga një satelit toksor që kalonte rastësisht, por analizat e mëtashme treguan se satelitët e kohës nuk mund të kishin transmetuar në atë frekuencë specifike, e cila ishte e mbrojtur me ligj ndërkombëtar pikërisht për kërkimet astronomike. Të tjerët sugjeruan se ishte një komet që kalonte dhe lëshonte gaz hidrogjen. Kjo teori u hoq menjëherë, pasi kometet nuk mund të prodhojnë sinjale aq të fokusuara dhe intensive në një drejtim të caktuar. Edhe sot, 50 vjet më vonë, sinjali wow mbetet shpjegimi më misterios që kemi kapur ndonjëherë nga hapësira. Tani, imagjinoni se po shikoni qiellin nëpërmjet syve të një teleskopi optik, jo radioteleskopi. Është viti 2015. Ju jeni astronome në Universitetin Yale dhe po studioni të dhënat nga teleskopi hapësinor Kepler, i cili u projektua për të zbuluar planet të rinj duke vëzhguar ndriçimin e yjeve. Puna është e thjeshtë. Kur një planet kalon përpara një ylli, ndriçimi i yllit ulet pak. Duke matur këto ulje, mund të llogaritni madhësinë e planetit dhe distancën e tij nga ylli. Miliona yje analizohen automatikisht nga algoritme kompjuterike. Rasti rutin. Por një ditë, algoritmi juaj ndalon. Nuk mund të procesoj të dhënat për një yll të quajtur KIC 9852.
diçka shumë e çuditshme po ndodhte atje. Ylli po errsohej. Jo pak. Jo siç errsohen yjet normale kur një planet kalon. Ai po errsohej deri në 22%. Për krahasim, kur Jupiteri, planeti më i madh në sistemin ton diellor, kalon përpara Diellit, ai bllokon vetëm 1% të dritës. Çfarë lloj objekti mund të jetë aq masiv sa të bllokojë 22% të dritës së një ylli? Dhe më e çuditshme, errësimi nuk ndodhte në intervale të rregullta. Nuk kishte periodicitet. Diçka e parregullt, e kaotike, diçka që nuk ndjeki asnjë model të njohur astronomik, po orbitonte atë yll dhe po errsonte atë në mënyra plotësisht të rastësishme. Tabeta Boyagian, astronomia që e studion rastin, u bë e famshme për teorinë e saj më të guximshme. Ndoshta po shihnim një mega strukturë artificiale. Koncepti ishte inspiruar nga fizikanti Freeman Dyson, i cili në vitet e 60-s propozoi se qytetërimet shumë të avancuara mund të ndërtojnë sfera gjigante rreth yjeve të tyre për të mblidhur tërë energjinë që lëshojnë. Nëse një qytetërim do të ndërtonte diçka të tillë, ai do të bllokonte një pjesë të madhe të dritës së yllit. Pikërisht siç po ndodhte me yllin KIC 9852, që u quajt më vonë ylli i Tabitës, në nder të astronomit që e zbuloi anomalinë. Shkencëtarët dërguan radioteleskop për të dëgjuar sinjale inteligjente që vinin nga ajo drejtim. Asgjë. Analiza spektrale e dritës nuk tregoi asnjë shenjë të konstruksioneve artificiale. Teoritë alternative filluan të shfaqeshin. Një re pluhuresh dhe komete që kalonte, një re e madhe asteroidësh që orbitonin në mënyrë kaotike, madje edhe mbetje nga një planet i shkatëruar. Por asnjë nga këto teori nuk shpjegonte plotësisht modelet e çuditshme të errësimit që vazhdonin të vëzhgohen. Ai kuptoni peshën e kësaj. Kemi zbuluar një fenomen që shkenca jonë aktuale nuk mund ta shpjegojë. Jo sepse jemi ignorante, jo sepse nuk kemi teknologjinë, por sepse çfarëdo që të jetë ai objekt, ai nuk përshtatet me asnjë nga kategoritë tona të njohura të objekteve kozmike. Ky është momenti kur shkencëtarët arrin në kufitë e dijes njerëzore dhe pranojnë hapur: ne nuk e dim. Dhe kjo është e bukura e shkencës së vërtetë. Ajo nuk krijon përgjigje fiktive, ajo pranon kufirin. Por historitë bëhen edhe më të çuditshme. Le të kalojmë në vitin 2007. Fizikanti Duncan Lorimer dhe ekipi i tij në Universitetin e West Virginia po analizonin të dhona të vjetra radioteleskopike, kur zbuluan diçka krejtësisht të papritur. Ishin shkrepur të dhonash që kishin qëndruar të pa analizuara për vite. Algoritmi i tyre arriti tek një sinjal që zgjati vetëm 5 milisekonda. 5 milisekonda. Kjo është një kohë aq e shkurtër sa syri njerëzor as nuk arrin ta perceptojë. Por në këto 5 milisekonda, sinjali lëshoi më shumë energji se sa dielli ynë lëshon në një muaj të torë. Emri teknik i këtij sinjali ishte Fast Radio Burst, ose FRB, shporthimi shpejt të radio. Burimi i tij ishte miliona vjet drite larg. Nuk kishte asnjë shpjegim se çfarë fenomeni natyror mund të prodhonte një sinjal aq të shkurtër dhe aq të fuqishëm. Yjet nuk lëshojnë energji në atë mënyrë. As pulsarët, as kuasarët, as supernovat. Asgjë që ne njihnim nuk përputhet me profilet e FRB-ve. Për më tepër, sinjali u kap vetëm një herë dhe nuk u përsorit kurrë. Sikur dikush aty larg kishte ndezur një dritë shumë të fortë për një çast dhe më pas e kishte fikur për gjithmonë. Por në vitin 2011, FRB-u zbuluan përsëri dhe përsëri dhe përsëri. Teleskopë të ndryshëm në kontinente të ndryshme filluan të regjistronin shporthime të ngjashme. Disa vinin nga e njëjta pikë në qiell dhe përsëriteshin çdo disa orë ose ditë. Të tjerë lëshoheshin një herë dhe zhduken për gjithmonë. Një nga më të famshmi quhej FRB 12102, i zbuluar në vitin 2016 nga teleskopi Çime në Kanada. Ky burim po lëshonte shporthime në mënyrë periodike. Shkencëtarët mund të parashikonin kur do të ndodhte shporthimi i ardhshëm me një saktësi prej disa sekondash. Çfarë lloj fenomeni natyror ka një orar kaq preciz? Teoritë janë të shumta. Disa shkencëtarë besojnë se këto janë magnetar, yje neutronesh me fusha magnetike jashtëzakonisht të forta, që her pas here lëshojnë energji të papritur. Të tjerët sugjerojnë se janë shporthime nga vrima të zeza, që gëlltin materje. Ka edhe hipoteza që FRB-t mund të jenë sinjale nga motor të jashtëzakonshëm, të ndërtuar nga qytetrimet e avancuara për të shtyrë anijet e tyre kozmike me shpejtësi të afërt me shpejtësinë e dritës. Kjo teori e fundit u propozua nga Avi Loeb, kryetari i departamentit të astronomisë në Harvard, një nga shkencëtarët më të respektuar në botë. Ai nuk tha se kjo ishte e vërteta absolute. Ai tha se është një mundësi që duhet hetuar. Dhe kjo është pikërisht qasja e shkencës moderne.
Asgjë nuk përjashtohet paraprakisht, derisa të dhënat ta hedhin poshtë atë. Nëse FRB-t mund të shpjegohen me fenomene natyrale, shkëlqyer. Por nëse nuk mund, atëherë duhet jemi të gatshëm të konsiderojmë mundësi të tjera, sa do të çuditshme të jenë ato. Çfarë mendoni ju? A jemi të gatshëm të pranojmë se ka fenomene në univers që shkencëtarët tanë më të mirë ende nuk i kuptojnë? A jemi të gatshëm të pranojmë se njohja jonë është e kufizuar? Tani, le të shkojmë edhe më thellë në mister. Është viti 2011. Teleskopi hapësinor Planck, një mision i Agjencisë Hapësinore Evropiane, po harton rrezatimin kozmik të sfondit, një lloj ekoje e Big Bangut që mbush tërë universin. Kjo është një nga matjet më precize që kemi për të kuptuar strukturën e universit në shkallë të madhe. Shkencëtarët presin të shohin një shpërndarje uniforme të energjisë kudo në qiell. Por kur të dhënat arrin, ata zbulojnë diçka jo normale. Ekziston një zonë e madhe në konstelacionin Eridanus, ku temperatura e rrezatimit është dukshëm më e ulët se në pjesën tjetër të qiellit. Kjo zonë quhet njolla e ftohtë kozmike, ose cold spot në anglisht. Ajo shtrihej për rreth 1 miliard e 800 milion vjet drite në diametër. Kjo është një madhësi marramense. Për ta vendosur në perspektivë, galaksia jonë, rruga e qumshtit, ka vetëm 100.000 vjet drite në diametër. Njolla e ftohtë është 20.000 herë më e madhe. Çfarë mund të shkaktojë një anomali kaq masive? Teoriet fillestare sugjeruan se mund të ishte një zonë me dendësi më të ulët materie, një lloj boshllëku gigant në strukturën kozmike. Por kur shkencëtarët përpiqen të modelonin një boshllëk aq të madh, ata zbuluan se ai do të duhej të ishte aq i madh dhe aq i rrallë, sa mundësia e formimit të tij nga proceset e njohura kozmike ishte pothuajse zero. Një teori alternative më e guximshme sugjeroi se njolla e ftohtë mund të jetë shenja e një kolizioni të universit ton me një univers paralel. Sipas disa interpretimeve të mekanikës kuantike dhe teorisë së vargjeve, mund të ekzistojnë universe të shumta që bashkëjetojnë në hapësira të ndryshme dimensionale. Nëse di universe do të përplasen në shkallë kuantike, ato mund të lënë gjurmë në rrezatimin kozmik. Kjo teori mund të tingëllojë si shkencë fiksion, por u propozua nga Laura Mersini Houghton, një fizikante teorike në Universitetin e North Carolina, dhe u botua në revista shkencore të rishikuara nga ekspert. Ajo nuk pretendoi se kjo ishte e vërteta përfundimtare. Ajo thjesht tregoi se të dhënat nuk përjashtonin këtë mundësi. A e kuptoni sa jashtëzakonisht e çuditshme është kjo? Kemi matjet më të sakta të rrezatimit kozmik që njerëzimi ka bërë ndonjëherë, dhe ato matje na tregojnë se ka diçka shumë të pazakontë në strukturën e universit. Dhe ne nuk kemi një përgjigje definitive. Kemi vetëm hipoteza që variojnë nga boshllëqe gjigant deri tek kolizione me universe paralele. Çfarë mendoni? A është njolla e ftohtë thjesht një luhatshmëri statistikore, apo është diçka më themelore që na tregon se modeli ynë i universit është i paplot? Le të kalojmë në një fenomen tjetër që shkencëtarët nuk mund ta shpjegojnë. Quhet hum, zhurmë e ulët, ose humming në anglisht. Por ndryshe nga sinjalet e tjera që kemi diskutuar, kjo nuk vjen nga hapësira, kjo vjen nga vetë toka. Në vitet e 90-s, instrumentet sismike të vendosura në të gjithë planetin filluan të zbulonin një drivje shumë të ulët dhe konstante. Frekuenca ishte rreth 8 deri në 13 Hz, shumë nën kufirin e dëgjimit njerëzor, por instrumentet mund ta kalonin. Dhe kjo drivje nuk ndalonte kurrë. Ditë dhe natë, gjatë gjithë vitit, toka drivej me një frekuencë konstante. Fillimisht shkencëtarët menduan se kjo ishte nga aktiviteti njerëzor, fabrika, trafiku, minjera, por matjet u bën edhe në zona të largta oqeanike, larg çdo aktiviteti njerëzor. Zhurmja ishte ende atje. Pastaj menduan se mund të ishin valët oqeanike që përplasen me fundin e detit, por modelet e valve nuk përputhen me frekuencën e përgjithshme të hum. Në vitin 2015, një ekip shkencëtarësh francez të udhëhequr nga Fabrice Hardouin propozoi se humi shkaktohet nga val infrasound, që krijohen kur val të mëdha oqeanike përplasen me njëra tjetrën në mes të oqeanit të hapur. Kjo është teoria më e pranuar aktualisht, por ajo nuk shpjegon të gjitha veçoritë e humit, veçanërisht ndryshimet sezonale dhe gjeografike të intensitetit. Gjëja më interesante është se disa njerëz pohojnë se e dëgjojnë këtë zhurmë, jo me instrumente, por me veshët e tyre. Ka qindra raporte nga njerëz në vende të ndryshme të botës që përshkruajnë një zhurmë të ulët, konstante, sikur një kamion i largët që po punon pa pushim. Këta njerëz janë shqyrtuar nga mjek. Veshët e tyre janë normal, nuk ka probleme të dëgjimit, por ata thonë se e dëgjojnë zhurmën. Shkencëtarët nuk kanë një shpjegim përfundimtar për këtë. Disa besojnë se është një fenomen psikologjik, një lloj akufeni subjektiv.
Të tjerët sugjerojnë se disa njerëz mund të kenë ndjeshmëri të pazakontë ndaj frekuencave shumë të ulta, që instrumentet tona nuk i kapin plotësisht. Por çfarë nëse kjo zhurmë nuk është thjesht një fenomen geofizik? Çfarë nëse ajo na tregon diçka themelore për mënyrën se si planeti ynë funksionon si një sistem i gjallë? Toka nuk është një top guri i vdekur që rrotullohet në hapësirë. Ajo ka një bërtham të shkrirë që lëviz, një fushë magnetike që ndryshon, oqeane që qarkullojnë, atmosferë që frynë. Të gjitha këto procese ndërveprojnë në mënyra që ne sapo po fillojmë t'i kuptojmë. Humi mund të jetë mënyra se si toka flet për proceset tërësore të saj të brendshme, dhe ne jemi ende duke mësuar ta dëgjojmë atë gjuhë. Çfarë mendoni? A është e mundur që planeti ynë të ketë një lloj pulsi që shkenca ende nuk e kupton plotësisht? A jemi ne thjesht duke kapur fragmente të një simfonie më të madhe geofizike që shpaloset nën këmbët tona? Dhe tani vjen sinjali më i fundit dhe ndoshta më intrigues, burimi WOW-2. Në vitin 2020, teleskopi australian Square Kilometre Array Pathfinder zbuloi një shpërthim radio wave që kishte karakteristika të ngjashme me sinjalin WOW origjinal të vitit 1976. Frekuenca ishte përsëri afër 1420 MHz, banda e hidrogjenit. Intensiteti ishte jashtëzakonshëm. Kohëzgjatja ishte e shkurtër. Por ndryshe nga sinjali WOW, ky u regjistrua nga më shumë se një teleskop në të njëjtën kohë, duke përjashtuar mundësinë e një gabimi instrumental ose interferenca lokale. Ekipet shkencëtare nisën një fushatë intensive për të dëgjuar në atë drejtim të qiellit çdo ditë për muaj të tërë. Asgjë. Sinjali nuk u përsërit. Por ndryshimi i madh nga sinjali WOW ishte se kësaj here ata kishin mjete më të mira për të analizuar burimin. Ata llogaritën se ai vinte nga një distancë rreth 3 miliard vjetëdrite, nga një rajon ku ekziston një grumbull i vogël galaktikash. Por cila galaktikë saktësisht? Askush nuk mund ta përcaktojë. Dhe çfarë fenomeni në atë galaktik mund të lëshojë një sinjal aq të fokusuar në bandën e hidrogjenit? Disa shkencëtarë argumentuan se mund të jetë një magnetar, një yll neutronesh me fushë magnetike ekstreme. Magnetarët janë të njohur për shpërthimet e tyre të fuqishme, por asnjë magnetar i njohur nuk ka lëshuar ndonjëherë një sinjal me frekuencën e saktë të hidrogjenit. Kjo do të duhej të ishte një përkim i rastësishëm i pazakontë. Të tjerët sugjeruan se mund të jetë një vrim e zezë që po gëlltit materie dhe lëshon rrezatim. Por përsëri, spektri i emisionit nuk përputhet me modelet teorike që kemi për vrimat e zeza. Një grup i vogël shkencëtarësh, të udhëhequr nga astronomi Seth Shostak nga Instituti SETI, propozoi se duhet të konsiderojmë mundësinë se ky është një sinjal artificial. Jo se kemi prova për këtë, por se nuk kemi prova kundër saj. Çështja është kjo. Shkenca funksionon duke hedhur poshtë hipotezat një nga një përmes provave. Nëse ne kemi një fenomen që nuk mund ta shpjegojmë me fizikë të njohur, atëherë duhet të mbajmë të hapura të gjitha mundësitë derisa provat na tregojnë se cila është e saktë. Kjo nuk do të thotë se duhet të besojmë menjëherë se janë jashtëtoksor. Do të thotë se duhet të jemi të gatshëm të shqyrtojmë çdo hipotezë në mënyrë objektive, pa paragjykime. Dhe pikërisht këtu qëndron fuqia e shkencës. Ajo nuk pretendon se di gjithçka. Ajo pranon hapur kur nuk di dhe vazhdon të kërkojë përgjigje. Por ekziston një çështje që shkencëtarët rrallë diskutojnë publikisht. Shumica e publikut mendon se shkenca është e bashkuar, se të gjithë shkencëtarët bien dakord për interpretimin e të dhënave. Kjo është larg së vërtetës. Pas dyerve të mbyllura të konferencave akademike, ekzistojnë debate të ashpra. Për çdo fenomen që nuk mund të shpjegohet, ekzistojnë të paktën 3 ose 4 fraksione të ndryshme shkencëtarësh që mbrojnë teori plotësisht të kundërta. Për shembull, për FRB-t, ka shkencëtarë që besojnë me pasion se këto janë thjesht magnetar dhe asgjë më shumë. Ka të tjerë që mendojnë se janë vrima të zeza. Ka edhe një grup që beson se janë fenomene plotësisht të reja, që fizika jonë aktuale nuk i ka parashikuar. Dhe pastaj, ka ata që hapur sugjerojnë se duhet të konsiderojnë mundësinë e teknologjisë artificiale. Këto grupe debatojnë ashpër në revista shkencore, në konferenca, në emaile private. Por kur flasin me publikun, ata shpesh paraqiten si të bashkuar. Pse? Sepse ata nuk duan që publiku të humbë besimin në shkencë, duke parë se shkencëtarët nuk bien dakord mes tyre. Por kjo është një gabim. Publiku meriton të di të vërtetën. Shkenca nuk është një grup njerëzish që din të gjitha përgjigjet.
Shkenca është një proces ku njerëz shumë të zgjuar debatojnë, testojnë, dështojnë dhe ngadalë afrohen drejt një kuptimi më të mirë të realitetit. Dhe her pas herë, ata arrin në kufirin e dijes njerëzore dhe thonë, ne nuk e dim ende. Dhe kjo është plotësisht e pranueshme. Le të flasim për disa eksperimente që dështuan. Në vitin 2017, një ekip në Universitetin e Gjenevës përpiqej të riprodhonte rezultatet e një studimi të mëparshëm që pretendonte se kishte kapur sinjale të ngjashme me sinjalin WOW nga të njëjta koordinata të qiellit. Ata përdorën teleskop më modern dhe më të saktë. Ata monitoruan atë zonë të qiellit për 6 muaj të plot. Asgjë. Absolutisht asgjë. Kjo do të thotë se ose studimi i parë kishte gabuar, ose sinjali ishte vërtet një ngjarje e vetme që nuk përsëritet. Askush nuk flet për këtë dështim, sepse në shkencë rezultatet negative rrallë publikohen. Revistat shkencore preferojnë të botojnë zbulimet e reja, jo eksperimentet që nuk gjejnë asgjë. Por rezultatet negative janë po aq të rëndësishme sa ato pozitive. Ato na tregojnë se çfarë nuk është e vërtetë, gjë që ngushtuar hapësirën e mundësive. Por për shkak të kësaj tendence për të publikuar vetëm sukseset, publiku nuk sheh gjysmën e historisë. Ata nuk shohin sa herë shkencëtarët dështojnë, sa herë eksperimentet japin rezultate të papritura që hedhin poshtë teoritë e preferuara. Një rast tjetër, në vitin 2018, një ekip ndërkombëtar përpiqet të përdorte interferometri të gjatë bazë për të lokalizuar me saktësi burimin e një FRB-je të përsëritur. Ideja ishte të përdorte teleskop në kontinente të ndryshme për të trianguluar pozicionin e saktë të burimit në qiell. Eksperimenti u financua me 2 milion euro. U bën përgatitjet për 1 vit, dhe kur erdhi koha e matjes, rezultatet ishin plotësisht të pakoherente. Teleskopët në Evropë dhe ata në Amerikë regjistruan pozicione që ndryshonin me disa gradë, një gabim krejtësisht i papranueshëm. Pas një hetimi të gjatë, zbuluan se kishte një gabim në kalibrimin e një prej teleskopëve. E gjithë fushata dështoi. 2 milion euro dhe 1 vit punë shkuan kot. Por prap, askush jashtë komunitetit shkencor nuk dëgjoi për këtë. Pse po ju tregoj këto histori? Sepse dua që të kuptoni se shkenca nuk është një marshin triumfues nga një sukses në tjetrin. Shkenca është një proces i ngadalshëm, i vështirë, plot me dështime dhe rrugë të mbyllura. Por pikërisht këto dështime janë ato që na mësojnë se çfarë pyetjesh të bëjmë më pas. Çdo eksperiment që dështon na jep informacion të çmuar për atë që nuk funksionon, dhe kështu na afron drejt asaj që funksionon. Tani le të kthehemi në pyetjen themelore. Çfarë na tregojnë të gjitha këto sinjale misterios për vendin tonë në univers? Le të fillojmë me një fakt të thjeshtë. Toka është një top guri i vogël që rrotullohet rreth një ylli mesatar në periferinë e një galaktike mesatare. Dielli ynë është një nga 200 miliard yje në rrugën e Qumështit, dhe rruga e Qumështit është një nga 2 trilion galaktika në universin e vështrueshëm. Bëni matematikën. Numri i mundshëm i yjeve në univers është rreth 200 biliard. Çdo numër kaq i madh është praktikisht i pakuptueshëm për mendjen njerëzore. Por le ta vendosim në perspektivë ndryshe. Imagjinoni se çdo kokë rrëre në të gjitha plazhet e tokës përfaqëson një yll. Sa plazhe do t'ju duheshin për të arritur 200 biliard kokra rrëre? Përgjigjja është, të gjitha plazhet e tokës nuk mjaftojnë. Do t'ju duheshin të gjitha plazhet e disa qindra planeteve si Toka për të pasur aq shumë kokra rrëre sa ka yje në univers. Ky është shkalla e madhësisë. Dhe kjo na çon në një pyetje të pashmangshme. Me aq shumë yje, me aq shumë galaktika, sa e mundshme është që të jemi të vetmit? Ekuacioni i Drake, i formuluar nga astronomi Frank Drake në vitin 1961, përpiqet të llogarisë numrin e mundshëm të qytetërimeve inteligjente në galaksin tonë. Ai merr parasysh faktorë si sa yje formohen çdo vit, sa prej tyre kanë planet, sa prej këtyre planeteve janë në zonën e banueshme, ku mund të ekzistojë uji i lëngshëm, sa prej tyre zhvillojnë jetë, sa prej atyre formave të jetës evoluojnë në inteligjencë dhe sa prej atyre qytetërimeve zhvillojnë teknologji që mund të komunikojnë me hapësirën. Vlerësimet ndryshojnë shumë në varësi të vlerave që i jepni këtyre faktorëve. Disa shkencëtar marrin numra optimist dhe konkludojnë se mund të ketë mijëra qytetërime në galaksin tonë. Të tjerë marrin numra pesimist dhe konkludojnë se mund të jemi të vetmit. Por kjo na sjell te paradoksi i Fermi.
fizikanti Enrico Fermi e shtroi këtë pyetje në vitin 1950 gjatë një darke me kolegë. Ku janë të gjithë? Nëse galaksia jonë është kaq e vjetër, nëse ka pasur kohë të mjaftueshme për qytetërimet të zhvillohen, nëse disa prej tyre janë edhe vetëm pak mijë vjet para nesh në teknologji, atëherë ku janë gjurmët e tyre? Pse nuk shohim prova të qarta të ekzistencës së tyre? Pse qielli është aq i heshtur? Ka shumë përgjigje të propozuara për këtë paradoks. Një është se jetë inteligjente është jashtëzakonisht e rrallë, aq e rrallë sa ne jemi përjashtimi, ndoshta të vetmit në galaksin tonë, madje ndoshta në universin e vështrueshëm. Kjo quhet hipoteza e tokës së rrallë. Një përgjigje tjetër është se qytetërimet inteligjente zhvillohen, por vetë shkatërrohen shpejt me luftra bërthamore, ndryshime klimatike ose teknologji të tjera të rrezikshme. Kjo quhet hipoteza e filtrit të madh. Një e treta është se ata ekzistojnë, por nuk duan të komunikojnë me ne, ose nuk e konsiderojnë të dobishme. Kjo quhet hipoteza e kopshtit zoologjik. Çdo kënd nga këto përgjigje është tronditse në mënyrën e vet. Nëse jemi të vetmit, atëherë barra e ruajtjes së jetës në univers bie mbi ne. Nëse qytetërimet vetë shkatërrohen, atëherë ne mund të jemi në udhën e njëjtë. Nëse ata ekzistojnë, por na injorojnë, atëherë çfarë na tregon kjo për vendin tonë në hierarkinë kozmike? Çfarë mendoni ju? Cila nga këto mundësi ju duket më e frikshme? Por kthehemi tek sinjalet tona misterioze. Çfarë nëse ato janë pikat e para të provave se nuk jemi të vetmit? Jo prova definitive, por sinjale që na tregojnë se ka fenomene në univers që nuk i kuptojmë. Dhe disa nga ato fenomene mund të jenë artificiale. Kjo nuk është shkencë fiksion. Kjo është një pyetje e ligjshme shkencore. Le të shqyrtojmë për një moment të vetmen mënyrë se si një qytetëri i avancuar mund të komunikojë me distanca kozmike. Valët radio. Pse? Sepse ato udhëtojnë me shpejtësinë e dritës, e cila është kufiri absolut i shpejtësisë në univers, sipas relativitetit të Einstein. Asgjë nuk mund të udhëtojë më shpejt. Prandaj, nëse dëshironi të dërgoni një mesazh në një yll që është 10 vjet dritë larg, mesazhi do të marrë 10 vjet për të arritur atje. Kjo është një kufizim fundamental i fizikës, jo i teknologjisë. Tani pyesni veten. Nëse ne, një qytetërim relativisht i ri, kemi zbuluar radio, teleskop dhe jemi duke kërkuar në hapësirë për sinjale, çfarë do të kishte bërë një qytetërim që është 10.000 vjet para nesh, ose 1.000.000 vjet? Teknologjia e tyre do të ishte aq e avancuar sa ne nuk do ta kuptonim dot. Por nëse ata duan të komunikojnë, ata do të duaj të përdorin një metodë që madje qytetërime primitive si jona mund ta kapin. Dhe metoda më e thjeshtë është: dërgoj një sinjal të fortë radio në frekuencën e hidrogjenit, sepse çdo qytetërim që studion kimistrinë do ta njohë atë frekuencë. A është sinjali wow një mesazh i tillë? Ne nuk e dimë. A janë forobot tentativa të komunikimit? Ne nuk e dimë. Por pyetja nuk është absurde. Pyetja është e ligjshme dhe shkencëtarët po e shqyrtojnë atë me kujdes, pa sensacionalizëm, por pa e përjashtuar as paraprakisht. Ekziston edhe një mundësi tjetër që rrallë diskutohet. Çfarë nëse ne nuk jemi të parët? Çfarë nëse në miliona vjet të shkuar, një qytetërim tjetër ka jetuar në tokë, ka arritur një nivel të caktuar të zhvillimit dhe pastaj është zhdukur pa lënë gjurmë? Kjo mund të tingëllojë si shkencë fiksion, por është një pyetje serioze e ngritur nga gjeolog dhe paleontolog. Quhet hipoteza e silurisë, emërtuar sipas një race fiktive të gëzofëve inteligjent nga seria televizive Doctor Who. Ja pse është kjo një pyetje serioze. Ne kemi regjistra gjeologjik që shtriheten për miliarda vjet, por ato regjistra janë të paplot. Ka periudha të tëra kohore ku mbeten shumë pak fosile ose depozita gjeologjike. Nëse një qytetërim industrial do të kishte ekzistuar 50 milion vjet më parë, çfarë gjumë do të kishte lënë? Ndërtesat e tyre do të ishin shkatruar plotësisht nga erosioni. Plastika e tyre do të ishte dekompozuar. Metalet e tyre do të ishin ndryshkur dhe kthyer në minerale. Çfarë do të mbetej? Në vitin 2018, gjeologu Gavin Schmidt dhe astrofizikanti Adam Frank botuan një studim që shqyrtonte pikërisht këtë pyetje. Ata konkluduan se shenjat më të qëndrueshme të një qytetërimi industrial do të ishin ndryshime në përbërjen e izotopeve në shtresat sedimentare, nivele anomale të karbonit në regjistra fosile dhe ndoshta gjumë të materialeve sintetike të rralla që nuk gjenden natyralisht. Por edhe këto gjumë do të ishin shumë të vështira për të zbuluar pas 10 milion vjetësh.
Pra është teorikisht e mundur që një qytetëri i mëparshëm të ketë ekzistuar dhe ne thjesht nuk e dimë sepse gjurmët janë fshirë nga koha. Kjo nuk do të thotë se kemi prova se ka ekzistuar një qytetëri i tillë. Do të thotë se mungesa e provave nuk është provë e mungesës. Kjo është një nuancë e rëndësishme që shpesh keq kuptohet. Në shkencë ne nuk mund të provojmë një negative absolute. Ne mund të themi nuk kemi gjetur asnjë provë deri tani, por nuk mund të themi absolutisht nuk ka ekzistuar asnjëherë. Kjo është një kufizim themelor i metodës shkencore. Dhe kjo na sjell përsëri te sinjalet tona misterioze. Ato janë pikërisht ato lloj fenomenesh ku shkenca thot ne nuk e dimë. Jo sepse shkencëtarët nuk janë mjaft të zgjuar. Jo sepse teknologjia jon nuk është mjaft e mirë, por sepse universi është më i çuditshëm, më kompleks, më i mbushur me surpriza se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Le të flasim për diçka që shumë pak njerëz e kuptojnë. Sa e re është shkenca jon? Njerëzit shpesh mendojnë se shkenca ka ekzistuar prej shekujsh. Në një kuptim, po. Por shkenca moderne, me metoda eksperimentale rigoroze, peer review dhe teknologji të avancuara, ka ekzistuar për pak më shumë se 150 vjet. Radioja u zbulua në fund të shekullit të 19. Teleskopët radiofonike nuk ekzistonin para vitit 1932. Teleskopi hapësinor Hubble u lëshua në vitin 1990. Instrumentet tona më të mira për të dëgjuar universin kanë vetëm disa dhjetra vjeç. Tani imagjinoni se jeni një arkeolog që po rrëmon një qytet të lashtë. Ju keni gërmuar vetëm 1% të sipërfaqes. Bazuar në atë 1%, a mund të konkludoni se i dini gjithçka për atë qytet? Sigurisht që jo. Mund të keni humbur tempullin kryesor, pallatin mbretëror apo varrezat e mëdha. E njëjta gjë vlen për kërkimin tonë të universit. Kemi vëzhguar vetëm një copës të vogël të qiellit, me instrumente që sapo po fillojnë të jenë mjaft të ndjeshme për të kapur sinjale të dobta. Çfarë mund të kemi humbur? Nëse kthehemi në kohë në vitin 1975, një vit para sinjali wow, askush nuk e kishte idenë se ne do të kapnim një sinjal aq të çuditshëm brenda një viti. Nëse kthehemi në vitin 2007, një vit para zbulimit të FRB-ve, askush nuk e parashikonte se do të zbulunim shpërthime energjie aq intensive dhe aq të shkurtra. Çfarë do të zbulojmë në 10 vitet e ardhshme? Në 100 vjet? Askush nuk e di. Dhe kjo është pikërisht bukuria e shkencës. Ajo nuk jep përgjigje fallse për të na qetësuar. Ajo na thot të vërtetën. Ne nuk e dimë ende, por po përpiqemi të kuptojmë. Dhe çdo gjenerat shkencëtarësh e zgjon universin duke qenë një hap më afër të vërtetës, sesa gjenerata e mëparshme. Por kjo na çon te një pyetje filozofike. Çfarë nëse universi është aq i komplikuar sa nuk mund të kuptohet plotësisht nga qenjet me inteligjencë të kufizuar si ne? Çfarë nëse ekzistojnë nivele të realitetit që nuk mund të kapen me asnjë instrument që mund të ndërtojmë? Kjo nuk është pesimizëm, kjo është realizëm. Fizikanti dhe filozofi Karl Popper argumentoi se shkenca përparon jo duke provuar të vërteta, por duke hedhur poshtë gabime. Ne nuk mund të dimë nëse një teori është absolutisht e vërtetë, por mund të dimë nëse është e gabuar. Çdo teori e re që zëvendëson një të vjetër nuk është e vërteta finale, por thjesht një parafrim më i mirë i realitetit. Për shembull, fizika e Newtonit funksionoi shkëlqyeshëm për më shumë se 200 vjet. Ajo mund të parashikonte lëvizjet e planetëve me saktësi të mahnitshme. Por pastaj Einstein tregoi se fizika e Newtonit ishte vetëm një parafrim që funksionon në kushte të caktuara. Në shpejtësi shumë të larta ose fusha gravitacionale shumë të forta, teoria e relativitetit jep parashikime të ndryshme. Dhe pastaj, mekanika kuantike tregoi se edhe relativiteti nuk është historia e plotë. Në shkallë atomike, bota sillet në mënyra që relativiteti nuk i parashikon. Pra, cila është teoria e vërtetë? Asnjë prej tyre. Ato janë të gjitha modele të dobishme që funksionojnë në kontekste të caktuara. Dhe me siguri do të vinë një teori e re në të ardhmen që do të tregojë se edhe mekanika kuantike dhe relativiteti janë vetëm parafrime të një realiteti më thellë. Pra, kur shkencëtarët thonë ne nuk e dimë, ata nuk janë duke kapitulluar. Ata janë duke qenë të sinqertë për kufizimet e njohurive tona aktuale. Dhe kjo sinqeritet është themeli i besueshmërisë së shkencës. Le të kthehemi tek sinjalet tona dhe të bëjmë një ushtrim mendor. Imagjinoni se jeni një qenie inteligjente në një planet që rrotullohet rreth një ylli në një galaktik 3 miliardë vjet drite larg nga Toka. Qytetërini juaj ka arritur një nivel teknologjik ku mund të lëshoni sinjale të fuqishme radio në hapësirë. Ju dëshironi të komunikoni me qytetërime të tjera, por ju e dini se distancat janë të mëdha. Çfarë do të bëni?
Një opsion do të ishte të dërgoni sinjale të vazhdueshme në të gjitha drejtimet, duke shpresuar se dikush diku do t'i kap ato. Por kjo do të kërkonte energji të pafundme. Një opsion më realist do të ishte të dërgoni shpërthime të shkurtra, shumë intensive, në intervale të rastësishme, në drejtim të yjeve që mendoni se mund të kenë planet të banueshëm. Në këtë mënyrë, ju kurseni energji, por megjithatë keni mundësi që mesazhi të arrihet. Tani, pyesni veten, si do të dukeshin këto sinjale për teleskopët tanë? Ato do të ishin saktësisht si FRB-t, të shkurtra, intensive, të rastësishme dhe të papërsëritshme në shumicën e rasteve. A do të thotë kjo se FRB-t janë mesazhe artificiale? Jo, nuk do të thotë. Do të thotë vetëm se nuk mund ta përjashtojmë këtë mundësi pa prova. Dhe kjo është pikërisht qasja shkencore, mbajtja e të gjitha mundësive të hapura derisa provat na tregojnë se cila është e saktë. Ka një shkencëtar që ka ndërmarrë këtë qasje më seriozisht se shumica, Avi Loeb, kryetari i departamentit të astronomisë në Universitetin e Harvard. Në vitin 2017, ai propozoi se një objekt interstelar, quajtur Oumuamua, që kaloi nëpër sistemin tonë diellor, mund të ishte një sonde artificiale e dërguar nga një qytetërim tjetër. Loeb bazoi hipotezën e tij në faktin se Oumuamua kishte një formë të pazakontë, shumë të gjatë dhe të hollë, dhe akseleroi kur po largoi nga dielli në një mënyrë që nuk mund të shpjegojë vetëm me forcën gravitacionale. Shumica e kolegëve të tij e kritikuan ashpër për këtë. Ata thanë se ai po sensacionalizonte dhe po dëmtonte reputacionin e shkencës. Por Loeb argumentoi se ai thjesht po aplikonte metodën shkencore. Ai kishte një vëzhgim që nuk mund të shpjegojë me hipoteza të zakonshme. Prandaj, ai propozoi një hipotezë alternative dhe sugjeroi eksperimente për ta testuar atë. Kjo është saktësisht ajo që shkencëtarët duhet të bëjnë. Problemi ishte se hipoteza e tij prekte një tabu, mundësia e jetës inteligjente jashtëtoksore. Shumë shkencëtarë mendojnë se kjo temë është e ndotur nga pseudoshkenca dhe konspiracione, prandaj ata hezitojnë të flasin për të, edhe kur të dhënat mund ta mbështesin. Por kjo është një gabim. Nëse shkenca do të heziton të hedhë hipoteza të guximshme, vetëm sepse ato tingëllojnë të çuditshme, atëherë shkenca do të bëhet dogmatike. Dhe dogma është armiku i shkencës. Shkenca përparon pikërisht duke testuar ide të çuditshme dhe duke parë nëse ato mbështeten nga provat. Kështu që le t'i kthehemi pyetjeve tona themelore. Çfarë na tregojnë këto 5 sinjale? Ato na tregojnë se universi është plot me fenomene që ne nuk i kuptojmë. Disa prej tyre mund të shpjegohen me fizikë të njohur kur të bëjmë më shumë matje. Të tjera mund të na çojnë në zbulime të reja të fizikës. Dhe po, disa prej tyre mund madje të jenë prova të hershme të inteligjencës përtej tokës. Ne nuk e dim ende. Por pyetja nuk është nëse do ta zbulojmë të vërtetën nesër. Pyetja është nëse do të vazhdojmë të kërkojmë me kureshte, rigor dhe mendje të hapur. Dhe kjo na sjell te një pyetje më personale. Çfarë do të thotë kjo për ju, si individ? Ju jetoni në një planet që rrotullohet rreth një ylli mesatar, në periferinë e një galaktike mesatare, në një univers që përmban më shumë yje se sa kokra rëre në të gjitha plazhet e tokës. Ky fakt mund të ju bëjë të ndjeni të parëndësishëm, por ekziston një mënyrë tjetër për ta parë. Ju jeni bërë nga atome që u krijuan në brendësitë e yjeve. Hekuri në gjakun tuaj, kalciumi në kockat tuaja, karboni në DNA-n tuaj, të gjitha u falsifikuan në reaktor bërthamor që ne i quajmë yje. Ato yje jetuan për miliona ose miliarda vjet, pastaj shpërthyen në supernova, duke shpërndar këto atome në hapësirë. Ato atome u bashkuan për të formuar re gazi dhe pluhuri, të cilat u shndërruan në yje të rinj dhe planet. Toka është një nga ato planet, dhe ju jeni bërë nga ai material kozmik. Kështu që në një kuptim shumë real, ju nuk jeni të veçuar nga universi. Ju jeni universi që është vetëdijsuar. Ju jeni mënyra se si universi shikon veten. Kur ju vështroni yjet, ato janë atome të yjeve të vjetër që po shikojnë pasardhësit e tyre. Kur ju mendoni për origjinën e jetës, është universi që po reflekton mbi veten. Ju nuk jeni vizitor në këtë univers. Ju jeni pjesëtar origjinal. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë çdo zbulim që bëjmë për universin është një vetë zbulim. Çdo sinjal misteros që kapim është një mundësi për të kuptuar jo vetëm atë që është aty lart, por edhe atë që është këtu brenda. Shkenca nuk është vetëm për të kuptuar objektet e largëta. Shkenca është për të kuptuar veten tonë.
Dhe kjo na sjell te një nga paradokset më të mëdha të ekzistencës njerëzore. Ne jemi njëkohësisht të parëndësishëm dhe jashtëzakonisht të rëndësishëm. Të parëndësishëm sepse jemi thjesht një qytetërim i vogël në një planet të vogël, që ekziston për një kohë shumë të shkurtër në shkallë kozmike. Por jashtëzakonisht të rëndësishëm sepse, derisa ne e dim, ne jemi të vetmit qenjet në këtë region të universit që mund të mendojnë, të krijojnë art, të bëjnë shkencë dhe të pyesin pyetje të mëdha për ekzistencën. Çfarë mendoni? A ndiheni të parëndësishëm apo të rëndësishëm kur mendoni për madhësinë e universit? Ka një koncept në filozofi që quhet humilizmi kozmik. Ideja është se ne duhet pranojmë se jemi shumë të vegjël dhe njohuria jonë është shumë e kufizuar në krahasim me madhësinë dhe kompleksitetin e universit. Por kjo nuk duhet na bëjë të ndihemi të mjeruar. Përkundrazi, duhet na frymëzojë të jemi kurreshtar, të përulur dhe të hapur ndaj mundësive të pafundme që universi ofron. Njerëzit e lashtë mendonin se toka ishte qendra e universit dhe se gjithçka rrotullohej rreth nesh. Kjo ishte një pamje e botës që na bënte të ndihemi të rëndësishëm. Pastaj, Kopernikus tregoi se toka rrotullohet rreth diellit, jo anasjelltas. Kjo ishte një goditje për egon ton kolektive. Pastaj, zbulime të tjera treguan se dielli nuk është në qendër të galaktikës, se galaksia jon nuk është në qendër të universit, se universi madje mund të mos ketë një qendër fare. Çdo zbulime ka zhvendosur njerëzimin nga qendra e gjithçkaje drejt periferisë. Por kjo nuk është një histori e poshtërimit. Kjo është një histori e rritjes. Ne kemi mësuar të shohim më tej nga egocentrizmi ynë natyral dhe të pranojmë realitetin e universit ashtu siç është, jo ashtu siç do të donim të ishte. Dhe kjo aftësi për të pranuar të vërtetën, edhe kur ajo është e pakëndshme, është ajo që na bën unike si specie. Sa larg arritën civilizacione të tjera që mund të kenë ekzistuar? Ne nuk e dim, por ne jemi këtu, duke bërë pyetjet, duke kërkuar përgjigjet dhe duke vazhduar të shtyjmë kufit e njohurive tona. Le të flasim për një koncept tjetër që shkencëtarët rrallë diskutojnë publikisht. Frika. Shumë shkencëtarë kanë frikë nga idetë e mëdha, jo sepse janë të dobët intelektualisht, por sepse idetë e mëdha kanë rrezikun të jenë të gabuara, dhe të jesh i gabuar publikisht mund të dëmtojë karrieran. Prandaj, shumica e shkencëtarëve preferojnë të punojnë në problema të vogla, të sigurta, ku kanë më shumë mundësi për sukses. Kjo është e kuptueshme, por ajo gjithashtu ngadalëson përparimin. Shkencëtarët e mëdhenj në histori ishin ata që guxuan të mendojnë ndryshe. Einstein propozoi se koha dhe hapësira nuk janë absolute, por relative dhe të ndërthurura. Kjo ishte një ide kaq e çuditshme, sa shumica e fizikantëve e refuzuan fillimisht. Darwin propozoi se speciet evolojnë përmes seleksionit natyror, jo përmes projektimit hyjnor. Kjo ishte një ide kaq kontroverse sa ai hezitoi për vite para se ta botonte. Galileo propozoi se toka rrotullohet rreth diellit, jo anasjelltas. Kjo ishte një ide kaq e rrezikshme sa ai u dënua nga Kisha Katolike. Çfarë i bashkon të gjithë këta shkencëtar? Guximi për të sfiduar doktrinën e pranuar dhe për të ndjekur të dhënat, pavarësisht se ku ato i çojnë. Dhe kjo është pikërisht ajo që na nevojitet sot, ku shqyrtojmë sinjalet misterios nga hapësira. Ne duhet të jemi të gatshëm të marrim rreziqe intelektuale, të propozojmë hipoteza të guximshme dhe të testojmë ato me rigor. Por kjo nuk do të thotë se duhet të besojmë gjithçka. Ekziston një ndryshim i madh mes guximit për të hedhur hipoteza të guximshme dhe besimit e verbër në teori të patestuara. Shkenca kërkon të dyja, guximin për të propozuar dhe skepticizmin për të testuar. Pa guximin, ne mbetemi të ngjitur në ide të vjetra. Pa skepticizmin, ne rëndojmë në marrëzi. Pra, kur dikush thotë, FRB mund të jenë sinjale artificiale, përgjigja e duhur shkencore nuk është kjo është e çmendur, as kjo është sigurisht e vërtetë. Përgjigja e duhur është kjo është një hipotezë interesante. Le ta testojmë. Cilat parashikime bën kjo hipotezë që mund të vërtetojmë apo hedhim poshtë me eksperimente? Dhe kjo është saktësisht ajo që shkencëtarët po bëjnë tani. Ata po dëgjojnë më me kujdes. Ata po ndërtojnë teleskop më të fuqishëm. Ata po zhvillojnë algoritme më të mira për të analizuar të dhënat. Dhe ngadalë, eksperiment pas eksperimenti, ata po ngushtojnë hapësirën e mundësive.
Ndoshta brenda një 10 vjeçari do të kemi një përgjigje definitive për disa nga këto sinjale. Ndoshta jo. Por procesi i kërkimit është vetë në vlerë, pavarësisht nga rezultati. Le të flasim për kohën. Universi ka 3 deri 14 miliard vjet. Toka ka 4.5 miliard vjet. Jeta në tokë ka filluar rreth 3 miliardë 800 milion vjet më parë. Njeriu modern anatomik ka ekzistuar për rreth 300.000 vjet. Qytetërimi industrial ka ekzistuar për rreth 200 vjet. Teknologjia për të dëgjuar sinjale radio nga hapësira ka ekzistuar për rreth 90 vjet. Le ta vendosim këtë në perspektivë. Nëse e kompresojmë të gjithë historinë e universit në një vit prej 365 ditësh, ja si do të dukej. 1 janar, ora 00, Big Bang, universi lind. Nëndori, sistemi ynë diellor formohet. Toka është ende e shkrirë. 3 dhjetor, jeta e parë bakteriale shfaqet në tokë. 20 dhjetor, kafshët shumë qelizore fillojnë të evoluojnë. 26 dhjetor, dinozaurët shfaqen. 30 dhjetor, ora 23:30, dinozaurët zhduken. 31 dhjetor, ora 23:59 dhe 56 sekonda, njeriu modern anatomik shfaqet. 31 dhjetor, ora 23:59 dhe 59 sekonda e 90 milisekonda, qytetërimi industrial fillon. Ai shihni, e gjithë ekzistenca e njerëzimit është një fraksion i vogël një sekonde në kalendarin kozmik. E gjithë historia jon, nga shpellat deri në satelitët, nga zjarri primitiv deri në internetin, nga gjuetarët deri në shkencëtarët, është vetëm një çast i shkurtër. Dhe kjo çast ka vetëm 30 sekonda që po dëgjon universin për sinjale. Tani imagjinoni se një qytetërim tjetër ekzistoi 50 milion vjet më parë. Ai lëshojti sinjale për 100 vjet dhe pastaj u zhduk. Ata sinjale udhëtuan nëpër hapësirë dhe kaluan pranë tokës 10 milion vjet përpara se ne të zhvilloshim inteligjencën. Nuk ishim atje për t'i kapur. Tani ato sinjale janë diku larg në thellësi të hapësirës, duke vazhduar udhëtimin e tyre, por ne kur nuk do t'i dëgjojmë. Kjo quhet problemi i sinjalit të humbur në kohë. Edhe nëse galaktika jonë është e mbushur me qytetërime inteligjente, nëse ato ekzistojnë në kohë të ndryshme, atëherë shanset që 2 prej tyre të jenë aktive në të njëjtën kohë dhe të komunikojnë janë shumë të ulta. Është si të jesh në një dhomë plot me njerëz, por të gjithë flasin në kohë të ndryshme. Ju flisni sot, dikush tjetër foli 1 milion vjet më parë. Dikush tjetër do të flasë në 1 milion vjet. Askush nuk dëgjon njëri tjetrin. Kjo është një mendim i trishtuar, por gjithashtu emocionues. Do të thotë se edhe nëse nuk jemi të vetmit, ne mund të jemi të vetëm në këtë moment kozmik. Dhe kjo e bën ende më të rëndësishëm që të vazhdojmë të dëgjojmë dhe të dërgojmë sinjale. Sepse nëse nuk e bëjmë, atëherë kjo dritare e mundësisë do të mbyllet. Por ekziston edhe një mundësi optimiste. Çfarë nëse disa qytetërime mbijetojnë për kohë shumë të gjata? Çfarë nëse ekzistojnë qytetërime që kanë miliona vjet dhe kanë mësuar të shmangen veç shkatërimit? Nëse kështu, atëherë ato mund të jenë aktive në të njëjtën kohë me ne. Dhe nëse po dërgojnë sinjale, ne mund t'i kapim ato. Kjo është shpresa që nxit projektet si SETI. Kjo është arsyeja pse shkencëtarët vazhdojnë të dëgjojnë, vit pas viti, 10 vjeçar pas 10 vjeçari, edhe pse nuk kanë gjetur ende një mesazh të qartë. Sepse sak një kaptimi vetëm, një sinjali vetëm që mund të provohet se është artificial, do të ndryshonte gjithçka. Do të provonte se nuk jemi të vetmit. Do të na tregonte se jeta inteligjente është e mundur përtej tokës. Do të na jepte shpresë se edhe ne mund të mbijetojmë dhe të arrijmë yjet. Por edhe nëse nuk kapim asnjëherë një sinjal, procesi i kërkimit është me vlerë, sepse ai na detyron të mendojmë për vendin tonë në univers. Ai na detyron të shqyrtojmë natyrën tonë, origjinën tonë dhe fatin tonë. Ai na detyron të pyesim kush jemi, nga vim, ku po shkojmë. Këto janë pyetje që njerëzit i kanë bërë për mijëra vjet. Religionet kanë dhënë përgjigje të bazuara në besim. Filozofit kanë dhënë përgjigje të bazuara në logjik. Shkenca jep përgjigje të bazuara në prova. Asnjë qasje nuk është plotësisht e mjaftueshme vetë. Ne kemi nevojë për të gjitha të tre. Besimin për të na dhënë shpresë, logjikën për të na dhënë strukturë dhe provat për të na dhënë bazë. Dhe kjo na sillte një pyetje përfundimtare. Çfarë duhet të bëjmë me këto 5 sinjale misteriozë? Përgjigjja ime është:
duhet i marrim seriozisht, por jo dogmatikisht. Duhet i studiojmë me rigor shkencor, por edhe me imagjinat. Duhet të jemi skeptik ndaj pretendimeve të tepruara, por të hapur ndaj mundësive të pazakonta. Duhet të pranojmë se nuk dimë, por të vazhdojmë të kërkojmë. Dhe në të njëjtën kohë, duhet të mbajmë mend se këto sinjale janë jo vetëm enigmë shkencore. Ato janë gjithashtu pasqyra të kuriozitetit ton njerëzor, shpresës ton për kuptim, dhe dëshirës son për të gjetur kuptim në një univers që shpesh duket i pandjeshëm ndaj ekzistencës son. Prandaj, kur shikoni lart në natën e ardhshme dhe shihni yjet, mendoni për këtë. Disa nga ato yje mund të kenë planet. Disa nga ato planet mund të kenë jetë. Disa nga ato forma jete mund të jenë inteligjente. Dhe disa prej tyre mund të jenë duke parë mbrapsht drejt nesh, duke u pyetur të njëjtat pyetje që bëjmë ne. A jemi vetëm? A është dikush aty? A do të na dëgjojë ndonjë dikush ndonjëherë? Ne nuk e dimë ende. Por fakti që jemi këtu, duke bërë pyetjet, është vetëm një mrekulli kozmike. Nga miliardat vjet të historisë kozmike, nga trilionet yje në univers, ne kemi lindur në këtë moment, në këtë vend, me aftësinë për të menduar, për të pyetur, për të kuptuar. Kjo është një dhuratë që nuk duhet të marrim si të mirëqen. Prandaj vazhdoni të shikoni lart. Vazhdoni të bëni pyetje të pamundura. Vazhdoni të kërkoni, sepse çdo herë që e bëni, universi bëhet pak më i vetëdijshëm për madhështinë e vet. Dhe kjo, në fund të fundit, mund të jetë qëllimi i vetëm që ne kemi. Të jemi syt dhe mendja përmes së cilës universi shikon dhe kupton veten. Çfarë mendoni ju? A jemi ne qytetërimi i parë që shikon lart dhe pyet? Apo të fundit që do të mbijetojmë mjaft gjatë për të parë përgjigjen? Kjo është një perspektivë që shkencëtarët rrallë diskutojnë hapur, sepse duket e frikshme, e trishtuar, e papranueshme për shumicën e njerëzve. Por le ta shqyrtojmë për një moment. Nëse jemi vërtet të vetmit në këtë pjesë të universit, atëherë çdo gjë që kemi arritur, çdo këngë që kemi shkruar, çdo libër që kemi krijuar, çdo zbulim që kemi bërë, çdo dashuri që kemi ndier, është absolutisht unikale në një shkallë kozmike. Ne nuk jemi vetëm një specie mes shumë të tjerave. Ne jemi të vetmit që kanë arritur deri këtu. Të vetmit që kanë parë veten në pasqyrë dhe kanë pyetur: kush jam? Të vetmit që kanë ngritur syt drejt yjeve dhe kanë pyetur: çfarë ka atje? Nëse kjo është e vërtetë, atëherë ne mbajmë një përgjegjësi kozmike. Ne jemi ruajtësit e vetëm të dijes, të artit, të shkencës, të dashurisë. Nëse ne zhdukem, të gjitha këto zhduken me ne, përgjithmonë. Kjo është një barë e rëndë, shumë e rëndë për të mbajtur. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ne vazhdon të kërkojmë me aq pasion për sinjale nga hapësira. Sepse nëse gjendet edhe vetëm një sinjal, një provë vetme se dikush tjetër ekziston, atëherë barra lehtësohet. Ne nuk jemi më të vetmit. Ne nuk jemi më përgjegjësit e vetëm. Ka dikë tjetër atje, që gjithashtu mban peshën e vetdijes. Dikush tjetër që po kërkon, dikush tjetër që po pyet të njëjtat pyetje. Dhe vetëm kjo ndjes mund të na japë ngushëllim në një univers që përndryshe duket krejtësisht indiferent ndaj ekzistencës sonë. Por çfarë nëse e kundërta është e vërtetë? Çfarë nëse universi është plot me jetë, por ne thjesht nuk e shohim dot? Kjo quhet problemi i perceptimit. Mendoni për këtë. Ne kemi ndjes që kanë evoluar për të na ndihmuar të mbijetojmë në savanën afrikane. Sytë tanë shohin vetëm një fraksion shumë të vogël të spektrit elektromagnetik. Veshët tanë dëgjojnë vetëm frekuenca të caktuara. Hunda jonë nuhat vetëm molekula specifike. Gjithçka jashtë kësaj game është plotësisht e padukshme për ne, pa instrumente. Sa më shumë mund të jetë i padukshëm për ne në shkallë kozmike. Le të marrim një shembull konkret. Imagjinoni një specie inteligjente që komunikon përmes fushash gravitacionale, jo valëve elektromagnetike. Ata do të dërgonin mesazhe duke moduluar hapësirën kohën vetë. Ne sapo po fillojmë të zbulojmë valët gravitacionale dhe instrumentet tona janë ende shumë primitive. Nëse dikush po dërgon mesazhe nëpërmjet kanaleve gravitacionale, ne thjesht nuk do t'i dëgjonim dot. Për ne qielli do të ishte i heshtur, por për ta, ai do të ishte plot me komunikime.
Ose imagjinoni një qytetërim që ka zhvilluar inteligjencë artificiale kaq të avancuar sa nuk ka më nevojë për trupa biologjike. Ata ekzistojnë si modele të informacionit të koduara në struktura kuantike. Ata jetojnë në shkallë aq të vogël që teleskopët tan as nuk mund t'i shohin. Ata mendojnë me shpejtësi aq të mëdha sa një sekonde jon është si 1000 vjeçar i tyre. Si do t'i zbulonim ne këto qenje? Me çfarë instrumenti? Me cilën metodë? Ne do të ishim sikur një milingon që po përpiqet të kuptojë internetin. Ne thjesht nuk kemi kornizën konceptuale për të kapur realitetin e tyre. Kjo nuk është shkencë fiksion. Këto janë pyetje të ligjshme që shkencëtarët si Paul Davies në Universitetin e Arizonës dhe Sarah Seeger në MIT po shqyrtojnë seriozisht. Ata po pyesin, apo kërkojmë në vendin e gabuar, apo përdorim metodat e gabuara, apo kërkojmë për formën e gabuar të jetës? Ndoshta universi është plot me inteligjencë, por ajo është aq e ndryshme nga jona sa ne as nuk e njohim si inteligjencë kur e shohim. Ka një koncept në filozofinë e mendjes që quhet problemi i tjetër mendjes. Si e dini ju që persona të tjerë rreth jush kanë vetëdije? Ju supozoni se kanë, sepse ata sillet si ju, flasin si ju, reagojnë si ju, por a keni provë direkte? Jo, ju mund të verifikoni vetëm vetëdijen tuaj. Gjithçka tjetër është një supozim i arsyeshëm bazuar në analogji. Tani zgjeroni këtë problem në shkallë kozmike. Si do ta njihnim ne inteligjencën artificiale? Si do ta njihnim ne një formë jete që bazohet jo në karbon, por në silikon, ose në plazmë, ose në fusha energjie? Ne thjesht supozojmë se inteligjenca duket si jona, por mund të jemi krejtësisht të gabuar. Dhe kjo na sjell te një pyetje edhe më themelore. Çfarë është inteligjenca? Ne përkufizojmë inteligjencën si aftësia për të zgjidhur probleme, për të mësuar nga përvoja, për të përshtatur sjelljen. Por ky është një përkufizim që reflekton evolucionin ton specifik. Një qenje që ka evoluar në kushte plotësisht të ndryshme mund të ketë një lloj inteligjence që ne as nuk e njohim si të tillë. Për shembull, pemët komunikojnë përmes rrjetave të kërpudhave në tokë. Ato shkëmbejnë lëndë ushqyese dhe paralajmërojnë njëra tjetrën për rreziqe. A është kjo inteligjencë? Sipas përkufizimit ton tradicional, jo. Por nëse e zgjerojmë përkufizimin, ndoshta po. Tani imagjinoni këtë në shkallë galaktike. Çfarë nëse ekziston një rrjet komunikimi mes yjeve, një lloj interneti galaktik që operon në shkallë kohore aq të gjata që ne as nuk e vëmë re? Çfarë nëse galaktika vet ka një lloj inteligjence kolektive që lind nga ndërveprimet mes miliarda yjeve? Ne nuk do ta njihnim këtë si inteligjencë, sepse ndodh në një shkallë aq të madhe dhe aq ngadalë sa për ne duket vetëm si procese fizike të rastësishme. Por ndoshta nuk është e rastësishme fare. Ndoshta ka një model, një qëllim, një vetdije që thjesht operon në një nivel që ne nuk mund ta shohim ende. Këto janë spekulime, sigurisht, por ato janë spekulime të bazuara në njohjen e kufizimeve tona. Nëse historia e shkencës na ka mësuar diçka, është kjo. Çdo herë që ne menduam se e kuptonim universin, zbulime të reja na treguan se ishim vetëm në fillim. Newtoni mendoi se kishte kuptuar gravitacionin, pastaj erdhi Einsteini. Einsteini mendoi se relativiteti shpjegonte gjithçka, pastaj erdhi mekanika kuantike. Tani ne kemi relativitetin dhe mekanikën kuantike, por ato nuk pajtohen mes tyre. Ne e dim se të dyja nuk mund të jenë plotësisht të sakta. Duhet të jetë një teori më e thellë që i bashkon ato, por ne nuk e kemi gjetur ende. Pra, pyetja nuk është nëse ne kemi një pamje të plotë të universit. Pyetja është se sa e paplot është pamja jonë. Dhe nëse jemi aq larg nga kuptimi i plotë i realitetit fizik, sa më larg jemi nga kuptimi i fenomeneve si jeta, inteligjenca dhe vetdia në shkallë kozmike. Le të kthehemi tani tek një aspekt që rrallë diskutohet, aspekti psikologjik i kërkimit për sinjale jashtëtoksore. Çfarë ndodh me shkencëtarët që kalojnë tërë karrierën e tyre duke dëgjuar heshtje? Çfarë ndodh me njerëzit që dedikojnë 30, 40, 50 vjet të jetës së tyre për të analizuar të dhëna nga teleskop, duke shpresuar të gjejnë një sinjal dhe asnjëherë nuk gjejnë asgjë? Kjo është një çështje reale, me të cilën shkencëtarët në komunitetin SETI përplasen. Shumë prej tyre fillojnë karrierën me entuziazëm, plot shpresë, të bindur se brenda një 10 vjeçari do të bëjnë zbulimin e jetës. Por vitet kalojnë, 10 vjeçarët kalojnë, dhe asgjë, vetëm heshtje. Disa braktisin fushën, të zhgënjyer dhe të lodhur.
Të tjerë vazhdojnë, të mbështetur nga një optimizëm që duket gati iracional. Ata thonë, ndoshta nesër, ndoshta viti i ardhshëm, ndoshta tani që kemi një teleskop më të mirë. Ka një shkencëtar, Jill Tarter, e cila ka kaluar më shumë se 40 vjet duke drejtuar kërkime seti. Kur pyetet se si ruan shpresën pas kaq shumë vitesh pa rezultate, ajo përgjigjet: ne sapo kemi filluar të kërkojmë. Është sikur të kesh hedhur një gotë ujë në oqean dhe të thuash që nuk ka peshq sepse nuk ka pe asnjë në atë gotë. Kjo është një analogji e fuqishme. Universi është aq i madh. Ne kemi kërkuar vetëm një fraksion infinitezimal të tij. Si mund të konkludojmë diçka bazuar në një mostër aq të vogël? Por ekziston edhe një realitet brutal. Burimet janë të kufizuara. Teleskopët kushtojnë miliona. Shkencëtarët kanë nevojë për paga. Projektet kanë nevojë për financim. Dhe financuesit, qofshin qeveria apo fondacionet private, duan rezultate. Ata duan zbulimet. Ata nuk duan të paguajnë për dështime. Kështu që shumë projekte seti kanë përfunduar parakohshëm, jo sepse shkencëtarët dhanë dorëheqjen, por sepse parat mbaruan. Teleskopi Big Ear, që kapi sinjalin wow, u mbyll në vitin 1988, sepse universiteti kishte nevojë për tokën për projekte të tjera. Teleskopi më i famshëm në Puerto Rico, Arecibo, që luajti një rol kryesor në seti për 50 vjet, u shemb në vitin 2020, sepse nuk kishte fonde të mjaftueshme për mirëmbajtje. Kjo është tragjike. Ne kemi instrumente që mund të zbulojnë sinjale nga jashtë sistemit ton diellor, por ne i mbyllim ato për arsye financiare. Imagjinoni nëse një sinjal po lëshohet drejt nesh pikërisht tani, por teleskopi që mund ta kapte është i fikur sepse buxheti u prit. Ne do të humbim mundësinë. Dhe nëse ajo mundësi nuk përsëritet për 1000 vjet të tjera, ne do ta kemi humbur përgjithmonë. Por është edhe një arsye tjetër pse kërkimi është i vështirë. Mungesa e konsensusit shkencor për sa seriozisht duhet marrë kjo temë. Në komunitetin shkencor, seti shpesh shihet si një fushë margjinale, afër pseudoshkencës. Shumë astronom të njohur refuzojnë të marrin pjesë në projekte seti, sepse friksohen se do të dëmtojë reputacionin e tyre. Ata mendojnë: nëse bashkohem me një projekt që kërkon jashtëtoksor dhe nuk gjen asgjë, kolegët e mi do të më shohin si një fantazist, jo si një shkencëtar serioz. Kjo qëndrim ndryshoi pak në vitet e fundit, fal figurave si Avi Loeb, i cili hapur argumenton se kërkimi për jetë inteligjente jashtëtoksore duhet të jetë një prioritet shkencor. Por shumica e komunitetit mbetet skeptike. Dhe kjo skepticizëm nuk është plotësisht e paarsyeshme. Ka pasur shumë raste në të kaluarën ku shkencëtar kanë pretenduar se kanë gjetur prova të jetës jashtëtoksore, vetëm për të zbuluar më vonë se ishin gabim. Kanalet në Mars, që astronom Percival Lowell pretendoi se i pa në fund të shekullit të 19, nuk ishin artificialet, ishin iluzione optike. Mikrofosilet marsiane që NASA mendoi se kishte gjetur në vitin 1996, u vunë në dyshim nga studime të mëpasshme. Lista vazhdon. Pra skepticizmi është i arsyeshëm. Por a duhet ai të na pengojë nga kërkimi? Absolutisht jo. Duhet të na bëjmë më të kujdesshëm, më rigoroz në metodologjinë tonë, më kritik ndaj pretendimeve tona. Por nuk duhet të na ndalojë nga pyetja e pyetjes, sepse nëse nuk pyesim, nuk do të mësojmë asnjëherë përgjigjen. Dhe kjo na sjellte një temë që shkencëtarët urrejnë të diskutojnë. Çfarë do të ndodhte nëse ne vërtet do të kaponim një sinjal që qartësisht është artificial? Çfarë do të bënim me atë informacion? A do ta njoftonim publikun menjëherë? A do ta mbajë sekret për të studiuar më tej? A do të përpiqeshim të përgjigjeshim? Këto janë pyetje që kanë implikime jo vetëm shkencore, por edhe politike, sociale dhe filozofike. Ekziston një protokoll ndërkombëtar, i quajtur Deklarata e parimeve mbi aktivitete në zbulimin e inteligjencës jashtëtoksore, i miratuar nga Akademia Ndërkombëtare e Astronautikës në vitin 1990. Ky dokument përcakton hapat që duhet të ndërmerren nëse zbulohet një sinjal. Në përgjithësi, ai thotë që shkencëtarët duhet të verifikojnë zbulimin para se të njoftojnë publikun, dhe që informacioni duhet të ndahet me komunitetin ndërkombëtar shkencor para se të ndërmerren veprime. Por ky protokoll është vullnetar, nuk ka forcë ligjore, nuk ka mekanizma zbatimi. Pra, nëse një ekip shkencëtar është vendos ta shkelë atë, nuk ka pasoja. Dhe kjo ngre pyetje. Çfarë nëse ekzistojnë zbulimet që janë mbajtur sekret? Çfarë nëse qeveri ose organizata private kanë kapur sinjale që nuk i kanë bërë publike? Kjo tingëllon si teori konspiracioniste,
Dhe shumica e rasteve të tilla janë pikërisht kështu, fantazi pa bazë. Por a është teorikisht e mundur? Po. A ka ndodhur ndonjëherë? Ne nuk e dim. Dhe ky është problemi me sekretet. Sipas përkufizimit, nëse një zbulim mbahet sekret, publiku nuk do ta di. Por personalisht unë jam skeptik ndaj këtyre teorive. Jo sepse i besoj verbërisht autoriteteve, por sepse i njoh natyrën e shkencës. Shkenca funksionon më mirë kur është e hapur, kur të dhënat ndahen, kur eksperimentet përsëriten nga ekipe të pavarura. Sekreti është armiku i shkencës. Nëse dikush do të kishte kapur një sinjal të vërtet artificial, presioni për ta bërë publik do të ishte jashtëzakonshëm. Jo vetëm nga kurioziteti shkencor, por edhe nga egoizmi njerëzor. Kush nuk do të dëshironte të ishte personi që bëri zbulimin më të madh në historinë e njerëzimit. Pra, më të mundshme është se nuk ka sinjale sekrete, ka vetëm heshtje. Dhe kjo heshtje vazhdon të jetë enigma më e madhe që kemi. Por le të diskutojmë një skenar tjetër. Çfarë nëse ne kapim një sinjal, por nuk mund ta deshifrojmë? Çfarë nëse është i koduar në një mënyrë që është plotësisht e pakuptueshme për ne? Kjo është një mundësi reale. Gjuhët tona të njerëzve kanë evoluar për të komunikuar koncepte që janë të rëndësishme për mbijetesën tonë: ushqimi, rreziku, riprodhimi, hierarkitë sociale. Por një specie që ka evoluar në kushte plotësisht të ndryshme mund të ketë koncepte që ne as nuk i kemi në gjuhën tonë. Ka një fushë të quajtur kriptoanalize jashtëtoksore që merret pikërisht me këtë problem. Si do të deshifronim ne një mesazh nga një inteligjencë e panjohur? Matematika duket si një gjuhë universale. 1+1 barazohet me 2 në çdo vend të universit. Pra, shumë shkencëtar besojnë se një mesazh i parë do të përdorte koncepte matematikore si bazë. Numrat e thjeshtë: 1, 2, 3, 5, 7, 11. Pastaj sekuenca Fibonacci. Pastaj konstantet themelore të fizikës, shpejtësia e dritës, konstanta Planck, raporti ngarkesës së elektronit. Këto janë universale. Çdo qytetërim që ka zhvilluar fizikën do t'i njohë. Por edhe nëse fillojmë me matematikën, si do të kalojmë nga ajo tek konceptet më komplekse? Si do të shpjegonit ju konceptin e dashurisë, ose drejtësisë, ose bukurisë, duke përdorur vetëm matematikë? Këto janë koncepte që bazohen në përvojën e jetuar, në emocionet, në kulturën. Ato nuk mund të reduktohen në ekuacione. Pra, komunikimi real, jo vetëm shkëmbimi të dhënave teknike, mund të jetë i pamundur, edhe nëse kapi një sinjal. Dhe kjo ngre një pyetje edhe më të thellë. A vlen dora të komunikosh nëse komunikimi është aq i kufizuar? Nëse ne mund të shkëmbejmë vetëm sekuenca matematikore dhe asgjë më shumë, a kemi vërtet komunikuar? Apo kemi thjesht konfirmuar ekzistencën e njëri tjetrit, pa mundur kur të kuptojmë njëri tjetrin në një nivel më të thellë? Këto janë pyetje pa përgjigje të qarta, por vetë fakti që i bëjmë tregon se sa kompleks është ky problem. Nuk është thjesht një çështje teknike e ndërtimit të teleskopove më të mirë. Është një çështje konceptuale e kuptimit të asaj që do të thotë komunikimi, kuptimi dhe lidhja në një shkallë kozmike. Tani, le të flasim për diçka që ndoshta ju ka shkuar nga mendja: kostot e mundshme të kontaktit. Shumica e njerëzve supozojnë se nëse do të kontaktoni një qytetërim të avancuar jashtëtoksor, ai do të ishte miqësor, do të donte të na ndihmojë, do të na jepte teknologji dhe njohuri. Por pse e supozojnë këtë? Në historinë e tokës, sa herë një qytetërim teknologjikisht i avancuar ka takuar një më pak të avancuar, rezultati zakonisht ka qenë tragjik për këto të fundit. Evropianët kolonizuan Amerikët, duke sjellë sëmundje, skllavëri dhe gjenocid për popullsitë vendase. Britanikët kolonizuan Indin, duke shfrytëzuar burimet dhe duke shtypur kulturën lokale. Lista vazhdon. Pse do të ishte ndryshe në një shkallë kozmike? Nëse një qytetërim është aq i avancuar sa mund të udhëtojë me syjeve, ai ka teknologji që për ne do të dukej si magjie. Çfarë do të donin ata nga ne? Çfarë mund t'u ofrojmë ne që ata nuk e kanë tashmë? Ndoshta asgjë. Ndoshta ne do të ishim thjesht të parëndësishëm për ta, sikur ne sot nuk mendojmë shumë për mirëqenien e milingonave. Ose ndoshta do të ishim interesante si objekte studimi, sikur ne studiojmë kafshët në kopshte zoologjike. Ose në skenarin më të keq, do të ishim një burim i shfrytëzueshëm, sikur ne shfrytëzojmë burimet natyrore të tokës. Ka një shkencëtar, Stephen Hawking, i cili paralajmëroi kundër përpjekjeve për të kontaktuar qytetërime të huaja. Ai tha: "Nëse jashtëtoksorët na vizitojnë, rezultati do të jetë shumë sikur Kolombi mbërriti në Amerikë, gjë që nuk shkoi mirë për amerikanët vendas." Kjo ishte një paralajmërim serioz nga një nga mendjet më të mëdha të fizikës moderne. Por të tjerë, si Seth Shostak nga SETI,
argumentojnë se kjo frikë është e tepruar. Ata thonë se nëse një qytetërim ka mbijetuar mjaft gjatë për të arritur teknologjinë e udhëtimit ndërhyjor, ai ka kaluar nëpër fazat e vetëshkatërimit dhe ka mosuar të jetojë paqësisht. Por ndryshe, ai do të ishte shkatëruar nga vetë teknologjia e tij para se të arrinte yjet. Kush ka të drejtë? Ne nuk e dim. Dhe ky është pikërisht problemi. Ne po marrim vendime mbi sa shumë duhet të eksponojmë veten në univers, pa pasur asnjë të dhënë mbi rreziqet potenciale. Disa shkencëtarë argumentojnë se duhet të jemi shumë të kujdesshëm, të dëgjojmë vetëm dhe të mos transmetojmë. Të tjerë thonë se është shumë vonë për atë, sepse ne tashmë kemi transmetuar sinjale radiove në hapësirë për më shumë se 100 vjet. Çdo transmetim televiziv, çdo komunikim i ushtrisë, çdo radar ka shkuar në hapësirë me shpejtësinë e dritës dhe tani është 100 vjet dritë larg nga toka. Nëse dikush po dëgjon atje, ata tashmë dinë se jemi këtu. Por a është kjo e vërtetë? Jo plotësisht. Transmetimet tona bëhen gjithnjë më të dobta sa më larg shkojnë. Pas disa dhjetra vjetësh drite, ato bëhen pothuajse të padallueshme nga zhurma e sfondit kozmik. Pra nëse dikush është më larg se 40 ose 50 vjet drite, ata ndoshta nuk kanë kapur ende sinjalet tona. Ne kemi ende një dritare kohe për të vendosur sa shumë duam të jemi të dukshëm. Dhe kjo na sjell te një pyetje tjetër. A duhet ne të përpiqemi aktivisht të dërgojmë mesazhe në hapësirë? Kjo quhet METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence, në kontrast me SETI, që është vetëm dëgjim. Disa shkencëtar, si Douglas Vakoq nga organizata METI International, besojnë se po, ne duhet të jemi aktiv. Ata argumentojnë se nëse të gjithë qytetërimet vetëm dëgjojnë dhe askush nuk transmeton, atëherë askush nuk do të dëgjojë asgjë. Dikush duhet të marrë hapin e parë. Të tjerë, si astronomi royal Martin Rees, argumentojnë se kjo është e rrezikshme dhe duhet ndalur derisa të kemi një konsensus global mbi sa rrezik jemi të gatshëm të marrim. Personalisht, unë jam diku në mes. Besoj se duhet të jemi të kujdesshëm, por jo paranojak. Duhet të mendojmë thellë para se të transmetojmë, por nuk duhet të lejojmë frikën të na paralizojë plotësisht. Në fund të fundit, nëse ka qytetërime armiqësore atje, ato ndoshta janë aq të avancuara sa tashmë na kanë zbuluar. Dhe nëse ka qytetërime miqësore atje, ne mund të humbim një mundësi të madhe duke qenë shumë të heshtur. Por çfarë mendoni ju? A duhet ne të dërgojmë mesazhe në hapësirë? A jeni të gatshëm të merrni rrezikun për mundësinë e kontaktit? Apo mendoni se duhet të qëndrojmë të heshtur dhe të shpresojmë se nuk do të zbulohemi? Le të diskutojmë tani për një aspekt që është krejtësisht i ndryshëm, aspektin filozofik dhe ekzistencial. Çfarë do të thotë për natyrën tonë njerëzore fakti që ne vazhdojmë të kërkojmë, edhe kur nuk gjejmë? Çfarë na tregon kjo për kush jemi si specie? Një përgjigje është se ne jemi thjesht kurioz. Jemi evoluar për të eksploruar, për të kërkuar, për të zbuluar. Kjo na ka ndihmuar të mbijetojmë. Gjuetarët mbledhës që eksploruan territore të reja, gjetën burime të reja ushqimi. Ata që eksperimentuan me vegla të reja, mbijetuan më mirë se ata që nuk e bën. Pra kurioziteti është i koduar në ADN-n tonë. Dhe tani që nuk kemi më kontinente të reja për të eksploruar në tokë, ne kthejmë syt drejt yjeve. Është e natyrshme, është instinktive. Por ka edhe një arsye më të thellë. Ne jemi krijesat e vetme në tokë që i dimë se do të vdesim. Ne jemi të vetmit që kemi vetëdije për vdeksilizimin tonë. Dhe ky vetdije na shkakton ankthin e ekzistencës. Çfarë do të thotë të jetosh nëse jeta përfundon në vdekje? Çfarë kuptimi ka gjithçka nëse gjithçka përfundon? Një mënyrë për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve është të kërkosh diçka më të madhe se vetja jote. Diçka që vazhdon edhe pasi ti zhdukesh. Disa njerëz gjejnë këtë në fe, disa në art, disa në familje dhe pasardhës. Dhe disa, sikur shkencëtarët që kërkojnë sinjale nga hapësira, e gjejnë në kontributin për njohurinë njerëzore. Edhe nëse ata nuk gjejnë asnjëherë një sinjal, puna e tyre shtron themelet për gjeneratat e ardhshme. Ndoshta fëmijët e tyre, ose nipërit, ose pasardhësit e tyre 5 breza më vonë, do t'jenë ata që do të bëjnë zbulimin. Dhe kur bëhet, ai do t'jetë mundësuar nga puna e të gjitha tyre që erdhën para. Kjo është mënyra se si njerëzimi përparon, jo përmes individëve heroik, por përmes akumulimit të ngadalshëm të njohurive përmes gjeneratave. Ne jemi gjigant, sepse qëndrojmë mbi shpatullat e gjigantëve që erdhën para nesh, siç tha Isaac Newton. Dhe kjo na sjell te pyetja përfundimtare. Cilën është trashëgimia jonë? Çfarë do të mbetet nga ne kur të mos jemi më këtu? Nëse njerëzimi zhdukej nesër,
Çfarë do të gjenin jashtëtokësorët nëse do të vinin këtu për 1 milion vjet? Ata do të gjenin rronojat e qyteteve tona të mbuluara nga vegetacioni. Ata do të gjenin satelitët tanë që ende orbitojnë tokën, por jo funksional. Ata do të gjenin mbeturinat tona plastike në oqeane. Ata do të gjenin gjurmë radioaktive në zonën e Chernobylit dhe Fukushimas. Por a do të gjenin ata ndonjë provë të vërtetë të asaj që na bëri unike? A do të gjenin ata Beethovenin dhe Shakespearein? A do të gjenin ata teorinë e relativitetit dhe ekuacionet e Maxwellit? A do të gjenin ata poezinë dhe artin dhe dashurinë? Më të mundshme është se jo. Të gjitha këto janë të koduara në forma që dekompozohen. Letrat djegen, diskjet prishen, serverët ndryshkojnë. Për 1 milion vjet, çdo gjurmë e kulturës sonë do të jetë zhdukur. Do të mbeten vetëm gjurmë gjeologjike, një shtresë hollë sedimenti me nivele të pazakonta të karbonit, mbitje plastike të përhapur globalisht dhe ndoshta disa struktura bërthamore që nuk dekompozohen. Kjo do të jetë tërë dëshmia jonë. Një qytetërim që ekzistoi për disa mijë vjet, prodhoi art dhe shkencë të mahnitshme, dhe më pas zhduku pa lënë asgjë të dukshme. Por ekziston një përjashtim. Ka një gjë që kemi dërguar përtej tokës që mund të mbijetojë shumë më gjatë. Në vitin 1977, NASA lëshoi 2 sonda kozmike, Voyager 1 dhe Voyager 2. Qëllimi i tyre ishte të eksplorojnë planetet e jashtëm të sistemit tonë diellor, por pasi përfunduan misionin e tyre, ata vazhduan të fluturonin drejt hapësirës ndërhyjore. Dhe në bordin e secilit prej tyre është një disk i artë që përmban një mesazh nga njerëzimi. Disku përmban 120 imazhe të tokës, peizazhe, shtazë, njerëz nga kultura të ndryshme, struktura të famshme. Ai përmban tinguj nga natyra, erëra, dallg, bubullima, këngëzoq. Ai përmban muzikë nga kultura të ndryshme, Bach, Mozart, Beethoven, por edhe muzikë tradicionale nga Kina, India, Afrikë. Ai përmban përshëndetje në 55 gjuhë të ndryshme. Dhe ai përmban një mesazh nga presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara, Jimmy Carter, që thotë: "Ky është një dhuratë nga një botë e vogël dhe e largët, një shenjë e zërave tonë, të shkencës sonë, të imazheve tona, të muzikës sonë, të mendimeve dhe ndjenjave tona. Ne po përpiqemi të mbijetojmë kohën tonë, që të mund të jetojmë në tuajën." Këto 2 sonda tani janë më shumë se 24 miliard kilometra larg nga toka. Ata kanë kaluar përtej kufirit të sistemit tonë diellor dhe janë hyrë në hapësirën ndërhyjore. Ata do të fluturojnë për mijëra vjet, ndoshta miliona, duke kaluar pranë yjeve të tjerë. Dhe nëse një herë një qytetërim tjetër gjen ato, ata do të mësojnë për ne. Ata do të shohin fytyrat tona. Ata do të dëgjojnë muzikën tonë. Ata do të lexojnë përshëndetjet tona. Dhe edhe nëse ne vetë si specie jemi zhdukur për kohë të gjatë, diku në thellësinë e hapësirës, një dëshmi e ekzistencës sonë do të vazhdojë të udhëtojë përgjithmonë. Ky është një mendim i bukur dhe i trishtuar në të njëjtën kohë. I bukur sepse do të thotë se ne kemi krijuar diçka të përhershme. I trishtuar sepse do të thotë se vetëm një pjesë shumë e vogël e asaj që na bëri njerëzor mund të ruhet. Por ndoshta kjo është mjaftueshme. Ndoshta vetëm duke dërguar atë mesazh në hapësirë, ne kemi përmbushur një qëllim ekzistencial. Ne kemi thënë, ne ishim këtu. Ne ekzistuam. Ne menduam dhe ndijam dhe krijuam. Dhe dëshironëm që ju, cili do qoftë ju, ta dini këtë. Tani, le të kthehemi tek pyetja e fillimit. Çfarë na tregojnë 5 sinjalet misterios nga hapësira? Unë mendoj se përgjigjja është më pak mbi sinjalet vetë dhe më shumë mbi ne. Ato na tregojnë se ne jemi një specie që refuzon të pranojë ignorancën. Jemi një specie që kur përballemi me një mister, nuk kthehemi mbrapsht, por ecim përpara. Jemi një specie që edhe kur të dhënat tona janë të pakta dhe mundësitë janë të vogla, vazhdojmë të shpresojmë, të eksplorojmë dhe të kërkojmë kuptim. Sinjali wow na tregon se ka fenomene në univers që ne nuk i kuptojmë, por që meritojnë studimin tonë. Ylli i Tabitës na tregon se universi është plot me surpriza që sfidojnë teoritë tona më të mira. FRB-t na tregojnë se energjitë që lëshon kozmosi janë shumë më të fuqishme se sa kemi imagjinuar. Njolla e ftohtë na tregon se mund të ketë nivele të realitetit që shkenca jonë aktuale nuk i arrin. Zhumja e tokës na tregon se edhe planeti ynë ka sekretet e veta që sapo po fillojmë t'i zbulojmë. Por më e rëndësishmja
Të gjitha këto sinjale na tregojnë se diçka që shkenca na ka mësuar gjithmonë. Universi është më i çuditshëm se sa mund ta imagjinojmë. Jo vetëm më i çuditshëm se sa imagjinojmë, por më i çuditshëm se sa mund ta imagjinojmë. Çdo herë që mendojmë se e kemi kuptuar, ai na befason përsëri. Çdo herë që mendojmë se kemi arritur kufijtë e njohurive, ai na tregon se ka horizonte të reja për te tyre. Dhe kjo është e bukur. Kjo është ajo që e bën shkencën kaq emocionuese. Nuk është fakti që kemi përgjigje, është fakti që vazhdojnë të zbulojnë pyetje të reja, më të thella, më intriguese se sa ato që kishim më parë. Çdo përgjigje që gjejmë hap 10 pyetje të reja. Dhe kjo proces nuk ka fund. Ai do të vazhdojë por sa kohë që ne ekzistojmë si specie. Por ka diçka tjetër që këto sinjale na mësojnë, diçka që është ndoshta edhe më e rëndësishme. Ato na mësojnë për ulësinë. Ne jetojmë në një kohë ku teknologjia jonë është aq e avancuar, sa shpesh harrojmë se sa pak e dimë në të vërtetë. Ne kemi smartphone që lidhin me botën, por nuk dim se si funksionon universi. Ne kemi GPS që na tregon se ku jemi, por nuk dim se a jemi të vetmit. Ne kemi interneti që na jep akses në miliarda faqe informacioni, por nuk dim përgjigjen e pyetjes më themelore. Pse ekziston diçka në vend të asgjëje? Ky për ulësi është i domosdoshëm. Ai na mbron nga arroganca e të menduarit se e dim gjithçka. Ai na bën më të hapur ndaj ideve të reja, më të gatshëm për të pranuar se mund të jemi gabim, më të aftë për të mësuar nga gabimet tona. Dhe në botën e sotme, ku informacioni i rrem përhapet më shpejt se e vërteta, ku njerëzit shpesh besojnë atë që dëshirojnë të besojnë, sesa atë që tregojnë provat, përulësia shkencore është më e rëndësishme se kur. Por përulësia nuk do të thotë pasivitet. Përulësia nuk do të thotë të dorëzohesh. Përulësia do të thotë të pranosh kufizimet e tua ndërsa vazhdojnë të shtyjë ato kufi. Do të thotë të thuash unë nuk e di, por do të përpiqem të mësoj. Do të thotë të jesh i gatshëm të ndryshosh mendje kur provat të tregojnë se ishe gabim. Do të thotë të respektosh kompleksitetin e universit dhe mundësitë e pafundme që ai ofron. Kjo është shpirti i vërtetë i shkencës. Dhe është ky shpirt që na duhet të ruajmë ndërsa vazhdojmë kërkimin ton për përgjigje. Sepse pa të, shkenca bëhet vetëm një grup faktesh të vdekura. Por me të, shkenca bëhet një aventurë e gjallë, një udhëtim zbulimi që nuk ka fund. Le të flasim tani për diçka shumë praktike. Çfarë mund të bëni ju si individ për të kontribuar në këtë kërkim? Shumica e njerëzve mendojnë se shkenca është vetëm për shkencëtarët, por njerëzit me diploma nga universitete të mëdha. Por kjo nuk është e vërtetë. Ka shumë mënyra që ju mund të kontribuoni, pavarësisht nga sfondi juaj. E para, ju mund të përkrahni financiarisht projektet SETI. Shumë prej tyre mbështeten nga donacionet private. Edhe një shumë e vogël mund të ndihmojë. E dyta, ju mund të merrni pjesë në projektet e shkencës qytetare. Ka platforma si SETI at Home, ku kompjuteri juaj mund të analizojë të dhëna nga teleskop kur nuk e përdorni. Ka projekte si Galaxy Zoo, ku ju mund të ndihmoni të klasifikoni galaktika nga imazhet e teleskopëve. Ka qindra projekte të tilla që kanë nevojë për ndihmën tuaj. E treta, ju mund të edukoni veten dhe të tjerët. Lexoni libra mbi astronomi, fizik dhe kërkimin për jetë jashtëtoksore. Shikoni dokumentar, ndiqni kurse online dhe më e rëndësishmja, ndani atë që mësoni me të tjerët. Flisni me fëmijët tuaj, me miqtë tuaj, me kolegët tuaj. Sa më shumë njerëz të jenë të informuar, aq më shumë mbështetje do të ketë shkenca. E katërta, ju mund të qëndroni kurreshtar. Bëni pyetje. Mos pranoni përgjigje të thjeshta për çështje komplekse. Mos i besoni çdo pretendim që dëgjoni, as nga shkencëtarët, as nga skeptikët. Kërkoni prova. Mendoni kritikisht. Dhe mbi të gjitha, mos keni frikë të thoni unë nuk e di. Kjo është fillimi i të gjitha njohurive të vërteta. Dhe e pesta, mbani shpresën. Edhe kur duket se nuk ka progres, edhe kur duket se pyetjet janë shumë të mëdha dhe përgjigjet shumë të largëta, mbani shpresën se njerëzimi do të vazhdojë të përparojë. Sepse kjo shpresë është ajo që na mban duke ecur përpara edhe në momentet më të errta. Tani, duke arritur në fund të këtij udhëtimi, dua t'ju bëj një pyetje të fundit. Çfarë do të ndodhte nëse nesër NASA do të njoftonte se kanë kapur një sinjal të qartë artificial nga një yll 50 vjet dritë larg? Çfarë do të ndodhte në botë? Si do të reagonit ju? Disa njerëz do të festonin. Do të ishte zbulimi më i madh në historinë e njerëzimit,
konfirmimi që nuk jemi të vetmit. Disa do të friksonin, do të shqetësoheshin për rreziqet e mundshme, për armiqsinë potenciale të një qytetërimi të panjohur. Disa do të mos i besonin, do të mendonin se është një mashtrim, një konspiracion, një gabim. Dhe disa thjesht do të vazhdojnë jetën e tyre normale, sepse një sinjal nga 50 vjet dritë e larg nuk ndryshon faktin se ata kanë fatura për të paguar dhe punë për të bërë. Por unë mendoj se për shumicën e njerëzve, reagimi do të ishte diçka më e thellë. Do të ishte një ndryshim i perspektivës. Do të ishte një realizim i papritur, se bota që njihin është shumë më e vogël se sa mendonin. Dhe do të ishte një pyetje e re, që do të fillonte të shqetësonte mendjet e tyre. Nëse ata janë atje, çfarë do të thotë kjo për ne këtu? Kjo pyetje do të ndikonte në gjithçka. Do të ndikonte në mënyrën se si shohim veten si specie. Do të ndikonte në mënyrën se si e vlerësojmë planetin tonë. Do të ndikonte në mënyrën se si trajtojmë njëri tjetrin, sepse papritur, të gjitha konfliktet tona, të gjitha luftrat tona, të gjitha urrejtjet tona, do dukeshin të vogla dhe të pamatura, kur i krahasojmë me faktin se ka inteligjencë tjetër atje, që ndoshta po na vëzhgon. Carl Sagan, astronomi famshëm, një herë tha: Toka është një skenë shumë e vogël në një arenë kozmike të gjerë. Mendoni për lumet e gjakut të derdhur nga të gjitha ata general dhe perandor, në mënyrë që në lavdi dhe triumf, ata të mund të bëheshin zotërit momental të një fraksioni të një pike. Mendoni për krudeltësinë e pafundme të banorëve të një cepi të kësaj pikule mbi banorët gati të padallueshëm të një cepi tjetër. Sa të shpeshta janë keqkuptimet e tyre, sa të etur janë ata për të vrarë njëri tjetrin, sa të zjarta janë urrejtjet e tyre. Këto fjalë ishin të shkruara në vitin 1994, por ato janë po aq të vlefshme sot sa ishin atëherë, ndoshta edhe më shumë. Sepse tani, në shekullin e 21, ne kemi armë që mund të shkatrojnë planetin ton disa herë. Ne kemi teknologji që mund të ndryshojë klimën ton në mënyra katastrofike. Ne kemi pushtetin për të shkatruar veten, dhe nganjëherë duket se po marshojmë pikërisht në atë drejtim. Por ne kemi edhe diçka tjetër. Ne kemi aftësinë për të zgjedhur. Ne mund të zgjedhim të përdorim teknologjinë tonë për ndërtim, jo për shkatrim. Ne mund të zgjedhim të bashkëpunojmë, jo të konkurrojmë. Ne mund të zgjedhim të shohim njëri tjetrin si bashkëudhëtar në këtë pikë e vogël kozmike, jo si armiq. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, nëse bëjmë këto zgjedhje, ne do të mbijetojmë mjaft gjatë për të gjetur përgjigjet e pyetjeve që kemi bërë. Sepse në fund të fundit, pyetja nuk është vetëm a ka dikush atje. Pyetja është edhe, a do të jemi ne këtu mjaft gjatë për të zbuluar? A do të mbijetojmë ne sfidat e veta? A do të kapërcejmë ne tendencat tona vetë shkatruese? A do të rritemi ne si specie nga një qytetërim planetar në një qytetërim kozmik? Këto janë pyetje që nuk mund t'i përgjigjemi duke parë yjet. Këto janë pyetje që mund t'i përgjigjemi vetëm duke parë veten tonë. Dhe kjo na sjell përsëri te 5 sinjalet misterios me të cilat filluam këtë udhëtim. Ato janë më shumë se anomali shkencore. Ato janë simbole të kuriozitetit ton, të shpresës son dhe të vendosmërisë son për të kërkuar të vërtetën edhe kur ajo duket e largët dhe e paarritshme. Ato janë kujtesa që shkenca nuk ka të bëjë me pasjen e të gjitha përgjigjeve, por me bërjen e pyetjeve të duhura. Dhe ato janë ftesa për ne të gjithëve, shkencëtar ose jo, për të qenë pjesë e aventurës më të madhe që njerëzimi ka ndërmarrë ndonjëherë. Kërkimi për të kuptuar vendin tonë në univers. Pra, ku shikoni lart në qiellin e natës sonte, mendoni për këtë. Dikund atje, ndoshta në një planet që rrotullohet rreth një ylli që ju mund ta shihni me sy të lirë, ndoshta ka dikush tjetër që po shikon mbrapsht. Dikush që po pyet të njëjtat pyetje, dikush që po ndjen të njëjtën kureshtje, të njëjtën shpresë, të njëjtin vetmi ekzistencial. Dhe edhe nëse ne kur nuk do t'i takojmë, edhe nëse ne kur nuk do të komunikojmë, vetëm mundësia që ata janë atje e bën universin pak më pak të vetmuar. Ndoshta dita do të vi kur do të kapim një sinjal që nuk lë asnjë dyshim, një sinjal që është qartësisht, pa diskutim, artificial, një mesazh nga një mend tjetër, një vetdije tjetër, një perspektivë tjetër për realitetin. Atë ditë, historia njerëzore do të ndahet në dy, para kontaktit dhe pas kontaktit. Çdo gjë do të ndryshojë. Jo me një herë, jo në mënyrë dramatike, por thellë dhe përgjithmonë. Ose ndoshta ajo ditë nuk do të vi kur. Ndoshta ne do të vazhdojmë të dëgjojmë për shekuj, për mijë vjeçar,
dhe nuk do të dëgjojmë asgjë përveç heshtjes. Ndoshta ne vërtet jemi të vetmit, një lule e vetme vetëdijeje në një shkretëtirë kosmike. Dhe në atë rast, përgjegjësia jonë bëhet edhe më e madhe. Të ruajmë këtë lule, ta ushqejmë, ta mbrojmë dhe ndoshta një ditë të mbajmë faren e saj në yje të tjerë. Cila do që të jetë e vërteta, një gjë është e sigurt. Udhëtimi vazhdon, kërkimi vazhdon, pyetjet vazhdojnë. Dhe për sa ku që ka njerëz që ngrenë sy të drejt yjeve dhe pyesin, çfarë ka atje? Për aq kohë do të ketë shpresë. Shpresë për zbulim, shpresë për kuptim, shpresë për një të ardhme ku njerëzimi jo vetëm mbijetesa, por lulëzon. Sepse ju nuk jeni thjesht spektator pasiv të këtij udhëtimi kozmik. Ju jeni pjesëtar aktiv. Çdo herë që ju pyesni pse, çdo herë që ju kërkoni të mësoni diçka të re, çdo herë që ju hapni mendjen tuaj ndaj mundësive të pafundme, ju po kontribuoni në përparimin e njerëzimit. Ju po shtoni gur të vegjël në ndërtesën e madhe të njohurive që do të trashëgohet nga gjeneratat e ardhshme. Dhe kur ato gjenerata, ndoshta qindra vjet në të ardhmen, do të shikojnë mbrapsht në epokën tonë, ata do të shohin një kohë kur njerëzimi sapo po fillonte të kuptonte se sa i vogël ishte dhe sa i madh ishte universi. Ata do të shohin një kohë kur ne kaponim sinjale që nuk mund t'i shpjegonim, por nuk u dorëzuam. Ata do të shohin një kohë kur ne përballemi me ignorancën tonë me guxim, jo me frikë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ata do të falenderojnë ne për të mos u dorëzuar, për të vazhduar kërkimin, edhe kur përgjigjet dukeshin të pamundura. Sepse në fund të fundit, nuk janë përgjigjet ato që na përkufizojnë si specie. Janë pyetjet, janë kurioziteti ynë i pashuar, shpresa jone e pandërprerë dhe guximi ynë për të përballuar të panjohurën me sy të hapur. Këto janë cilësitë që na kanë sjell nga shpellat në yje. Dhe këto janë cilësitë që do të na çojnë edhe më larg, drejt horizonteve që ende nuk mund t'i imagjinojmë. Pra, le t'i kushtojmë një moment heshtje për të gjithë ata shkencëtar, inxhinier, matematicien, filozof dhe ëndërrues që kanë kontribuar në këtë kërkimi. Por ata që kanë kaluar net të pafund duke shikuar të dhëna, por ata që kanë ndërtuar teleskop në shkretëtira të largta, por ata që kanë shkruar ekuacione që shpjegojnë se si funksionon universi, por ata që kanë guxuar të ëndërrojnë të mëdha, edhe kur të tjerët i quanin fantazist. Pa ta, ne nuk do të ishim këtu. Pa ta, ne nuk do të dinim as sa pak e dim sot. Dhe le t'i kushtojmë një moment edhe për të ardhmen. Për fëmijët që sot po shohin yjet për herë të parë dhe po ndjejnë një kureshtje që ndoshta një ditë do t'i çojë në karriera shkencore. Për studentët që sot po studiojnë fizikë dhe astronomi në universitete rreth botës. Për shkencëtarët e rinj që nesër do të ndërtojnë teleskop edhe më të fuqishëm, do të zhvillojnë teori edhe më të avancuara. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, do të jenë ata që do të gjejnë përgjigjen që ne kërkojmë. Sepse udhëtimi nuk përfundon me ne. Ai vazhdon, gjenerat pas gjenerate, pyetje pas pyetjeje, zbulim pas zbulimi. Dhe diku në të ardhmen, ndoshta pas qindra vjetësh, ndoshta pas mijëra vjetësh, njerëzimi do të di. Do të di nëse jemi të vetmit. Do të di çfarë janë FRB-t. Do të di çfarë shkaktoi sinjalin wow. Do të di sekretet që universi ende mban të fshehura nga ne. Por deri atëherë, ne vazhdojmë të kërkojmë, vazhdojmë të dëgjojmë, vazhdojmë të shpresojmë. Jo sepse kemi garanci suksesi, por sepse kërkimi vet i jep kuptim ekzistencës sonë. Sepse pyetjet vet na bëjnë njerëzor. Sepse heshtja e universit, në vend që të na dekurajoj, na sfidoni të flasim më fort, të kërkojmë më thellë, të shikojmë më larg. Dhe kështu, ndërsa qielli i natës shtrihet mbi ne me miliarda yje që shkëlqejnë në errësirë, ne ngrem syt dhe pyesim përsëri. A ka dikush atje? Apo na dëgjojnë? A do të na përgjigjen ndonjëherë? Dhe edhe nëse përgjigja është jo, edhe nëse ne jemi vërtet të vetmit në këtë pjesë të universit, ne vazhdojmë të pyesim. Sepse pyetja vetë është që na bën të gjallë. Sepse kureshtja vetë është ajo që na dallon nga thjesht ekzistenca dhe na jep qëllim. Pra, çfarë mendoni tani, pasi kemi udhëtuar së bashku përmes këtyre 5 sinjaleve misterios? A ndryshoi diçka në mënyrën se si shihni universin? A ndryshoi diçka në mënyrën se si shihni veten? A ndjeni peshën e përgjegjësisë që mbajmë si specie vetme të ndërgjegjshme, që i dim se ekzistojmë në këtë pjesë të kozmosit? A ndjeni emocionin e mundësive të pafundme që shtrihen përpara nesh?
Unë shpresoj që po, sepse kjo është qëllimi i vërtet i shkencës. Jo vetëm të na jap informacion, por të na transformoj. Jo vetëm të na tregoj fakte, por të na hap syt ndaj mrekullive që na rrethojnë. Jo vetëm të na japi përgjigje, por të na frymëzoj të bëjmë pyetje edhe më të mëdha. Dhe ndërsa mbyllim këtë kapitull të udhëtimit ton kozmik, mbani mend këtë. Ju jeni por nga pluhuri i yjesh. Atomet që përbëjnë trupin tuaj u krijuan në zemrat e yjeve që shpërthyen miliarda vjet më parë. Ju jeni fjalë për fjalë pjesë e universit që është zgjuar për të menduar për veten. Ju jeni mënyra se si kozmosi shikon veten. Dhe ky fakt i thjesht, ky fakt i mahnitshëm, ju bën infinitisht të vlefshëm, pavarësisht se sa të vogël mund të dukemi në shkallë kozmike. Pra, vazhdoni të shikoni lart, vazhdoni të ëndërroni, vazhdoni të kërkoni, sepse për te i errësirës, për te i heshtjes, për te i mira vjetëve të pritjes, ndoshta, vetëm ndoshta, ka dikush që po pret të na dëgjoj. Dikush që po shikon yjet e tyre dhe po pyet të njëjtat pyetje. Dikush që, sikur ne, refuzon të pranojë se jemi të vetmit. A është kjo shpresje racionale? Ndoshta, por është një shpresë e bukur. Dhe në një univers që shpesh duket i ftohtë dhe indiferent, bukuria e shpresës mund të jetë gjithçka që kemi. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta,